Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Lulzim Basha, edhe njëherë duket sikur kemi problem me Lulzim Basha, themeluesi koalicionit Euro-Atlantik, është i ftuar në pjesën e parë të emisionit për mbrëmjen e sotme. Mirëmbrëma zoti Basha. Mirëmbrëma zoti Raki. Në pjesën e dytë unë kam të ftuar Monika Kryemadhin, edhe njëherë ju lutem nëse sepse unë kam një shkputje këtu, dhe nëse kjo është një shkputje reale me publikun, ju duhet ma thoni me shikuesin. Nuk është me shikuesin. Atë rregullojeni këtu. Më përpara mund të rini këtu dhe të rregulloni. Në pjesën e dytë unë kam ftuar, siç thash, Monika Kryemadhin. Pra, është si një përpjekje jo jona, po për të kthyer në kohën më përpara. Kohën e vjetës mund të themi, sepse ka pak vite. Ku zoti Basha dhe zonja Kryemadhi dilin krah për krah me opozitën e vitit 2021 dhe për fare pak vota nuk e morën pushtetin, por vota është në murim. Sot kont ka ndryshuar dhe të dy, si thuash, ka në dorë çelësat e kashtës, ta themi në mënyrë metaforike. S'kam lidhje, mua më ke ftuar vetëm, as më ke thënë se këto kesh pastaj. Jo. S'kam lidhje fare. Ftesa e saj ka 10 ditë. Çelësat e kashtës i kanë disa të tjerë. Që ka shumë njerëz, se kupton, po do ta flasim tani. Bashkë me sapun. Pra Lulzim Basha, thamë, Adi Tela dhe Antona Bilekaj do të ndihmojnë në mua, mbrëmjen e sotme. Në një lidhje direkte unë do të kem me Ermal Asimje, nëse mundet pedagog analist, edhe njërë. Ju lutem, punoni që unë të kem figurën të qartë. Lutem. Atëre, mirëmbrëma, faleminderit zoti Asimja, do të jemi vetëm pak minuta bashkë për sjellë në vëmendje të shikuesit një themun element shumë të rëndësishëm. Gjërat në vendin ku ne jetojmë, edhe pse marrin ngjyra të ndryshme, ka përpjekje për të marrë ngjyra të ndryshme, duke sikur nuk ndryshojnë. Është e njëjta gjë, është e njëjta përpjekje, të njëjtat zhvillime, bile dhe të njëjtat ngjyra. Do të flasim për fushatën zgjedhore që sapo ka nisur dhe dy partitë e mëdha, PS dhe PD, kanë hapur më destabilizojnë nëse ju vazhdoni ky ekranin të mbyllet. Nëse ashtu të futur një publicitet, të rregulloni dhe të vazhdojmë programin në mënyrë normale. Përpara se të nisim, thamë, dy partitë e mëdha, PS dhe PD, kanë hapur fushatë elektorale në 2 mitingje. Kishim 2 mitingje që ngjanin si 2 pika uji. Nis fushata Tallava dhe La Civita e kemi ne. Partia Demokratike ka sjellë La Civitan dhe Partia Socialiste vazhdon me atë metodën e vet që nuk i ka dalë dhe keq. Tani, siç e tham, pra, Berisha paraqitet si shpëtimtari PD-s që do të mrekulli dhe do të rikthehet siç u rikthye Donald Trump. Marrin këtë maskë. Edhe ky zoti La Civita vjen me këtë objektiv, me këtë ide. Ti si e pe, ke qenë në 2005-ën, shikon, ke parë këshilltar të ndryshëm të mitingjet, i ke parë të gjitha, ke parë këshilltar, ke qenë dhe te grupi, për fat unë kam dhe Lulzim Bashën këtu, në 2005-ën ti ke qenë te ky grupi që erdhi për të reformuar Partinë Demokratike. Si i pe këtë atmosferë? Atmosfera është ajo që është, por pak a shumë është ajo që the ti pak në fillim, që gjithë këto vite nuk ndryshon dhe një gjë e madhe nga politika shqiptare, por përpjekjet janë kryesisht për formën, por jo realisht për mbajtjen. Kurse për sa i përket pastaj asaj çfarë bëjnë partitë, si sillen, çfarë politika shofrojnë, është pak a shumë si që jam unë këtë moment, me këmish nga lart dhe me tuta shpije nga poshtë. Kështu që janë edhe këto partitë kryesore dhe themi, pak a shumë gjatë gjithë këtyre viteve kanë rritur të njëjtën filozofi. Ajo filozofia e shpallur është një filozofi që konvergjon gjithmonë më tepër drejt një lloj qendre populiste, me programe ekonomike që janë përgjithsisht të majta, dhe elemente tjera pastaj që janë koherent fare me pjesën tjetër të programit. Është elementi pastaj këto elemente speciale që përdoren, Partia Socialiste i përdor pak më tepër efikasitet ndoshta,
sepse ja del që të afrohet pak më mirë me votuesin mesatar. Të kjo s'është një gjë shumë e mirë, në fakt se e dim se çfarë niveli kulturor si morë ka votuesi mesatar në Shqipëri. Kurse PD-ja pastaj pak në një farë mënyrë pak ngjashëm me 2005-ën, atëherë që ka qenë historia me amerikanët që erdhën në 2005-ën. Edhe tani po e përdor pak a shumë angazhimin e Lasivitas për ta interpretuar në një farë mënyrë si një lloj mbështetje nga amerikanët. Realisht, shiko, tani je njeri që nuk je në politikë, je një pedagog i nderuar dhe i respektuar, për një analizë i mirë. Dhe ndërkohë, ç'është ndihmon ky Partinë Demokratike realisht opozitën apo jo? Apo ndihmon vetëm doktorin? Tani, për aq sa disa njerëz mund të mendojnë që ai është në një farë mënyre në një lloj përcjellësi i një mesazhi të koduar nga ana e amerikanëve, atëre po mund ta ndihmoj. Se sa njerëz e besojnë këtë, pastaj është për tu parë, për tu diskutuar. Ndoshta ke pjesa e militantëve mund t'i ndihmoj pak, mund të ngroh pak ideja që në mos një mesazh i amerikanëve të paktën PD-ja pas ka mjaftuar shumë lek për të paguar lobist dhe marketues të tillë për t'u angazhuar. Edhe me i tem pasaj që eventualisht edhe nëse ai luan ndonjë lloj roli si për përgatitjen e strategjisë fushatës së PD-s, ndoshta do të kishin një fushatë pak më të mirë. Megjithatë ke kjo pjesë unë dyshoj sepse të paktën më sa kam ndjekur politikën, Berisha e ka pak vështirë të dëgjoj këshilla nga jashtë po them sidomos nga jashtë vendit, sepse mendon që e njeh realitetin shqiptar më mirë se të gjithë. Dhe vështirë se do ta dëgjoj me shumë vëmendje Lasivitan në këto aspektet e strategjisë fushatës. Me shumë gjasa do ta dëgjoj për mirësjellje, do përpiqet ta përdor, ashtu siç e ka përdorur deri në këtë moment, me vetdijet plot në fakt me sa duket dhe nga Lasivita. Por nuk mendoj që fushata do të ketë në një risi të jashtëzakonshme në raport me më përpara. Ku vetëm risi është çështja ambalazhimi, është e themi tingëllimi pak a shumë trampist me këtë Shqipërinë madhështore që ngjan natyrisht me magan e Shteteve të Bashkuara të Trumpit. Nuk duket si qeshrake kjo pak për ne edhe kështu apo jo, si e mendonte? Ndoshta është një mënyrë e mirë, ose është një mënyrë e mirë për të tërhequr njerëzit. A nuk e dish? Se tani shiko, ky është një popull që ne jemi një popull, ti ne të gjithë bashkë flasim të gjithë që e ka tërhequr dhe studiare, kur ka ardhur puna, të gjithë bebiu këta. Tani ndoshta është një metodë e mirë, si ç'është thua ti? Çështja ashtu, patjetër që ndoshta edhe mund të funksionojë, mund të jetë në mënyrë e mirë, ose ndryshe në kategoria atyre që kanë një lloj niveli të kuptuarit pak më thellë politikës, që kanë studiuar, kanë lexuar etj, është shumë e vogël, është jashtëzakonisht e vogël në Shqipëri. Kështu që përpjekja e madhe e partive politike këtu është qoftë tallavaja ose qoftë ky elementi tjetër. Por është përpjekje për të kapur votuesin mesatar. Nuk është një lloj përpjekje për të sjellë një lloj leadership nga ana e partive. Kjo është dhe e përgjithshme, është dhe botërore, ndërkombëtare në këtë moment. Megjithatë në Shqipëri merret e formën e keqe sepse ne shohim që ky votuesi mesatar shqiptar ka shumë mangësi. Dhe në fakt edhe mund të entuziazmohet, i duket interesante, qesh, edhe kur e tallin politikanët qesh, edhe kur e vjedhin qesh. Çdo që të bëj është qartë. Për ta thënë me terma kështu Viktor Hugos, është votuesi që qesh në një farë mënyre. Kështu që edhe përpiqen të dyja partitë, ndoshta PS-ja me një lloj autoironie ose arrogancë, PD-ja me një lloj besimi naiv ndoshta, por duhet parë se sa do të funksionojë. Zoti Basha, ju ç'mendoni për fushatat po ndoqim dhe tuaj në paralel tani, ndoshta. Po çfarë mendoj? Atë që mendojnë shumica shqiptarëve që e vënë mendjen punë. Problemi kryesor i vendit është korrupsioni. Gjysma kabinetit e Edi Ramës është në burg. Gjithë shokët janë në burg. Kishte vënë shoqet të kërcejnë tallava. Ju tundej silikoni, ju tundeshin rrobat e shtrenjta, më tha rripi i njërës për ministrave 1.600 euro. Kemi parë nga përgjimet në SPAK
që blenë mbathje që kushtojnë më shumë se pensioni një ish ushtaraku. Pra, shokët i ka në burg, shoqet i ka të veshura me rroba, që rrobat e një shoqe që tundet që kërcen atje tallava, bëjnë sa rroga vjetore, mesatare e 2 familjarëve shqiptare. Korrupsioni është problemi kryesor i shqiptarëve. Qartë. Kush do e zgjidhë këtë problem? Po, Ky do e zgjidhë. fushata e Pa një sekond, ky do e zgjidhë. Me çfarë do e zgjidhë? Ky që thotë do shkojmë në Europë. Do sepse zbresim Europa e tani- dha mesazhin për në mënyrë të prerë me 3-4 minuta, për 3-4 minuta jemi pikërisht tu. Ju do thoni të gjitha që më pyete për këtë. objeksionet. Jo të pyeta për ç'mendon për dy Ja, për këtë për dy po qasjet e. Po Mendoj kjo e që- opozitës. Ja ta mbaroj këtë, se s'kam mbaruar me qeverinë. Kemi kohë dhe me sportin e preferuar të marrësh me opozitën. Merremi çik me qeverinë? Ka 12 vjet ky. Njëherë si Timoni, qeveri- njëherë Tepsia, I dashur Luli, këtë qeveri e ke mbajtur ti me shokët e tu. Jo, jo, Dhe qeveria tani e duket mbajt sikur ju. po më akuzon mua. ju e keni mbajtur. Duket sikur po më akuzon mua. Unë po si, me çfarë e mbajta unë? Jo ti, jo. Vët- Jo ti. vetëm po i Ju, vura tash aktorë. ju, Mediat, Organet e mia, mediat me çfarë e janë mbajta? të gjitha nën thundrën qeveritare dhe kanë bërë duan e qeverisë, sepse nuk jetojnë dot pa qeverinë. Ky është pjesë e problemit. E ka krijuar qeveria këtë problem sa ka krijuar media, po media e ka shkuar nga mbrapa. E po ta shohësh krahasuar me Kosovën, shqiptarët u shqiptarë atje, jeni për faqe të zezë. Jo ju individualisht, por. Liria e medias. Dhe se them unë, e thon raportet ndërkombëtare. Po prit kthehemi një herë tek qeveria. Okej, edhe për Mos këtë jam miq nga qeveria. Edhe këtë jam dakord. Po, pra. Po jo, po do zbresim këtu. Po ju ta mbarojt. Pra, çështja është fare thjesht. Problemi i njerëzve është korrupsioni. I përhapur kudo. Jemi okay, ti do flasësh Problemi- gjerësisht për Le këtë. tani të mbaroj, mos. Po ti pra je i thirrur. Shiko tani se ti ke Problemi kapur njerëzve- kapsin që të mbledh në të folur dhe nuk të le të flasësh, ke marrë modelin e doktorit. Ai nuk të linte. Edhe e drama e ka marrë tani dhe ju jeni një 3-4 veta këtu në Shqipëri, flisni vetëm ju edhe nuk dëgjohet njëri tjetër. Merr përgjigjen, pastaj vazhdo me koment. Tani Pra, jo. problemi i njerëzve, atë që tha Hasimja, nuk është forma mërzotri. Është përmbajtje. Është përmbajtje. Korrupsioni, është varfëria, është papunësia, është rrintimi i kostos jetesës. Isha në Selanik dje. Shporta ushqimore në Selanik është sa gjysma e shportit ushqimore në Tiranë. Benzinën, naftën. Këto janë Atëre problemet e njerëzve. Qa është Asimja, Tallavaja është për të ta ndajmi përgjithë me Asimen, jo të ndajmi me Asimen se nuk e kemi në të gjithë Okej, ndao me bisedën. Asimin. Atë përshëndes edhe unë. Edhe ti do të më flasë, do më thuash diçka mua për Lacivitan, ç'mendon ti? Se do kthejmë te ore pse Lacivitaja. çet për opozitën tani? Po jo, më do kthejmë te Ore, mos- Lacivitaja. Se ke edhe këtë akuzën që Do kthejmë te Lacivitaja, po më le të mbarojmë një herë me qeverinë. sigur rezervi doktorit ton. Po lëre, më tash se Jo. ç'a thon mëngjes nuk thon darkë. Mëngjes thon Jo, jo. doktorit në darkë thoni i Ramës, po e di kush e thon këta. Këta që janë pazar me njëri tjetrin, se ti i di se i ke kapur në pazar ti ata, apo jo. Ta kanë di unë shkruar nga tani. YouTube atë. Po hajde. Tani më dëgjom. Ti kam shikë këtë ndërtime ta. Tani më dëgjoj pak. Më dëgjoj pak. Thelbi ka rëndësi. Nëse ne shkojmë prapa formës, ç'a është thelbi? Problemi kryesor është korrupsioni. Për shkak të korrupsionit Asimja, faleminderit shumë se faleminderit sepse ky hyri në rolin e vet, ne do ta mbajmë në këtë rol bashkë me dy kolegët e mi. Përshëndetje pra një herë Asimin. Jo, nuk i thash miru pafshim. Mendova që Na ndiq thash sepse ishim në këtë moment. E heqën tani këtë strishë këtu, nis fushata Tallava dhe Lacivita. Asime si them faleminderit shumë, largohet ai dhe vazhdojmë bashkë. Natën e mirë. pra, Na dhe mirë, faleminderit. Tani, ky është problemi. Pse përdor Tallavan Rama se s'jep dot përgjigje. Nuk i përgjigjet dot. fillojmë nga fillimi. Po, patjetër. Me që jemi bashkë. Por do bëjmë një rregull. Unë shpesh kam besuar të ty që ti nuk i ikën fjalës, jep atë përgjigje të pyetje si bëj unë. Se zakonisht politikanët shqiptar kanë një rregull shumë të rëndësishëm. Thonë, ti po desh e vazhdo dhe kështu, po unë kam të drejtën time të paralajmëroj që duhet të më përgjigjesh pyetjeve që unë bëj. Vetëm më le të mbaroj mendimin. Jo, po mendimin se ti mund të flasësh për shembull, vazhdo. pasi të mbarosh për korrupsionin mund të flasësh për shembull për henën. Mos harxho kokë. Ose për një planet tjetër. Po jo, unë e kam të detajuar. Atëherë, si të ka nesër punët këto kohë, do më shpjegosh shkurt, dukeni mjaft i relaksuar nga videot që unë shikoj, pa stres, sa që njerëzit të thonë, kjo e Luli është tamam jetë, as një hall, as një shqetësim. Se del aty dhe bën këto që del me Këto që i them Ramës. i thua Ramës, edhe ai të përgjigjet. Ajo është- Çfarë? ajo është një Si pjesë. je tani? I mirë dukesh, i mirë je. Ajo është një pjesë e vogël e fushatës. Ja nuk është e vogël ajo. Jo, ta kanë fjalën Se ajo ka pushtuar, po Drejt, pushtoj faqet e medias, ajo nuk quhet e vogël. kam fjalën si volum kohe dhe si investimi imi dhe i koalicionit Euroatlantik, numrit 4, ajo është një volum i vogël. Pra, po të futesh sot në faqen time të Facebookut apo të Instagramit, ku të duash, do shikosh që në 10 ditë ato mund të jenë 3 apo 4 çaste. Ndërkohë pjesa tjetër është takime me grupet e interesit, është shpalosje programit. Patëm dhe ne hapje fushate. Nuk e di nëse ke ndërmend ta japësh një pjesë
ku Mbulime kemi, se vogle, unë nuk mund të jap kur se ti ke qenë deri tani në mitingje të mëdha. E ke të vogël dhe thash mos e jap komplet, ta jap mbulim. Vogël, e kam të vërtetun. Po dhe ata të vërtet e kishim, pse ata që kanë nxjerr Saliu. Mesazhet. Ja, këto ke ti. Jep mesazhet. Mesazhet që japun. Vogël e ke, më shke patur ti, shiko tani. Po jo, me rrethore në kam bërë unë para se ta bënte Rama, për ata që kanë kujtes. Rrethor, po ti, se ti do e ngjan me Rama këtu. Kështu si model, pra, rreth. Janë mbledh rreth, flet mes kanë bërë më përpara. Tare dhe të gjitha rrethojnë. Thelbi ka rëndësi. Ai që kisha në krau, Themi kështu nga pikpamja është i estetike. dërguari i zëdhënësit të CDU-s gjermane, së shpejti me një funksion shumë të rëndësishëm për çështjet europiane në Bundestag, I dërguari i zëdhënësit në Bundestag të grupit parlamentar të CDU-s, pra Günter Kriechbaum, Po, i dërguari i zëdhënësit. jo zëdhënësit, Andi, se s'ka nevojë të bëjmë cinikun. Zëdhënësit Gjermani i thonë njëshit të partisë për atë çështje. Günter Kriechbaum, me gjasa ministri i jashtëm, ministri për Europën, ministrin e jashtëm gjermane, ose nënkryetari grupit CDU-s për çështjet europiane, e ka zotin Falenski, kryekëshilltarin e tij prej shumë kohësh. Dhe rëndësi kanë mesazhet. Mesazhet që u dhanë ishin që Shqipëria nuk ka shans të hyjë në Europë në 2030 me këtë qeveri dhe me këtë kryeministër që për 12 vjet s'ka bërë minimumin e detyrave. E s'mund t'i bëjë për 4 apo për 5 vite të ardhshme, prandaj duhet ndryshim politik. Kështu që nëse nuk do t'ja pristin fytin regjia këtu, do ta jepte me zë dhe me përkthim, këtë mesazh autentik do ta dëgjonin të gjithë qytetarët. Jo, më ti je këtu tani dhe thua. Po e them unë, s'ka problem. Thuash mesazh sa duash. Dakor. Pse ka rëndësi ky mesazh? Sepse siç e thash, siç e tregoj qartë edhe ajo dita e shtunë, nga njëra anë ke pushtetin, që është problemi këtë vend, është korrupsioni, që është burimi i varfërisë, i papunësisë, i shtrëngimit të kostos jetesës. Dhe çfarë thotë ky, do ta zgjidhun korrupsionin. Po si do ta zgjidhësh? Me këtë e zgjidhësh korrupsionin, Orame. Me shokët që ke 313 apo me shoqet që tundeshin me botoksin edhe me teshat që ju kushtonin secilës prej tyre sa rroga mesatare vjetore një shqiptari. Botoksi mat thua ti. S'ka rëndësi. Po e themi për metaforë po e thua. Ato femra të pashme këtu edhe nuk përdorin shumë. Nuk e sjellin dot. Vota për Edi Ramën me 11 maj është votë për të nxjerrë shokët e tij nga 313. Kështu që vetmja votë për të luftuar korrupsionin është vota për koalicionin Euroatlantik, që ka treguar jo me fjalë, por me vepra mbështetjen për SPAK-un dhe fundin e pandëshkueshmërisë. Tani, ju keni themeluar koalicionin në Euroatlantik. Por si kryetar të këtij koalicioni dhe me emër kaq të madh, Euroatlantik, keni caktuar Endri Hasën. Unë kam respekt për Endri Hasën, po një njeri tani normal, i zakonshëm që ka qenë një deputet aty e të gjitha. Pse nuk je vetë kryetar tani se njerëzit do thoshin tani duhet Lozin Basha kryetar? Si Endri Hasa tani? Ti tani psi mbrapa në këtë rast? Dhe çfarë do me thënë kjo? Apo në rast të shtimi mbetet Endri Hasa dhe ti ke një fitore në fund? Drejtuesi politik i koalicionit Euroatlantik jam unë. Por unë jam akoma në gjyq për çështjen e legjitimitetit të Partisë Demokratike. Ajo ka ikur tani. Dhe për këtë arsye me që pyete, merr përgjigjen, pastaj thua mendimin. Mirë. Ti ka ardhur në pyesës. Jo, të më thuash mendimet e tua. Po s'ta japin më atë sikur ti idesh të kërcesh Napoleonin në 200 herë ditë. Nuk e di ti. Dakor. Po. Mos ta kthejmë në Se çështje. këta kanë marrë dhe Trumpin tani dhe këto. Opinionet janë si zorra, çdo kush e ka nga një. Po unë këtë kam. Lëre opinionin. Po unë do them çfarë unë mendoj dhe çfarë mendon Çikusi. Po pse e di ti? Po jo, ti se di. Po ti di një gjitha gjëra ti nuk mbrinje këtu. Ti s'mund thuash që se japin. Urdhëro? Ajo është një çështje që ne do të shkojmë deri në fund. Ore ta morën e kishe ti. Nëse s'është Po m'vjen keq. Po lere, hajde, ikim. mos e fut Ikim nga kjo, mos e kam fare këtë unë. Zoti Shiko tani. Hasa është teknikisht kreu i koalicionit Euroatlantik. Pra ti e ke zgjedhur teknikisht atë që të mbrosh në gjyq punë e vulës. Rëndësi për qytetarët ka vetëm kjo. Koalicioni Euroatlantik numri 4 është garancia për të luftuar korrupsionin. Voto Ramën, lirosh shokët e Ramës nga 313 dhe të vazhdojnë të tunden shoqet e Ramës me tesha që u bëjnë sa rroga mesatare vjetore një çifti normal shqiptar. E vetmja rrugë për të luftuar korrupsionin është vota. Pra, Endri Hasën ju e keni caktuar për efekt të gjyqit që keni me kryetari i koalicionit. për këtë gjë keni. Por numri 4, këtë mbani mend. Numri 4 koalicioni Euroatlantik i vetmi me listë hapur, shkoni, gjeni emrin e kandidatit që doni të votoni dhe votojeni. Keni votuar për familjen tuaj dhe kundër korrupsionit. Në një pikpamje, shumë parti mblidhen bashkë dhe krijojnë një koalicion. Te kjo pikë,
Po pra të kjo pikë. Do të thonë disa parti mblidhen bashkë dhe krijojnë një koalicion. Kemi një koalicion me 26 parti, një tjetër me 3, një tjetër me 2. Dhe në çdo vend botës koalicionet janë disa parti që mblidhen bashkë. Këtu kemi një parti e cila e quan veten koalicion Euroatlantik. Do çfarë është mbledhur këtu? S'është vetëm parti, është Një parti është këtu. Jo, s'është vetëm një parti, s'është vetëm një parti, është një aleancë qytetarësh, aty ka dhe njerëz që nuk kanë qenë të afiliuar me Partinë Demokratike Euroatlantike. Ja ta marrësh përgjigjen, pastaj pyet prap. Ka dhe aleat, partit tjera, pra ka individ të ndryshëm, ka të tjera aty, merre dhe shikoje, bëj researchin tënd dhe shikoje. Pra, po s'ka rëndësi kjo, rëndësi ka që nga njëra anë ke Edi Ramën me shokët e 313 dhe shoqet gati për në rrugë, nga ana tjetër ke rangallat e tranzicionit dhe të korrupsionit, secila prej tyre lufton që të nxjerrë shok nga burgu. E vetmja që lufton për qytetarët është koalicioni Euroatlantik. Disa parti krijojnë një koalicion, këtu është një parti. Ky është koalicion, kjo është lidhja e qytetarëve, s'është një parti. Sepse në fakt aty brenda ka shumë individ cilët vinë edhe nga forcat ndryshme politike, edhe nga jashtë politikës. Ka profesionist, ka mjek, ka profesor, ka ish drejtues si individ, pra po individët bashkë në një lidhje qytetare me një program për qytetarët. Prandaj quhet koalicioni Euroatlantik. Jo, me që foli zoti Basha për çështjen ligjore me Partinë Demokratike, doja ta pyesja se shumica e tyre njerëzve me të cilët ju hyt në betejën ligjore për të marrë Partinë Demokratike hoqën dorë nga kjo punë. Pas vendimit të apelit. Ju pse nuk hiqni dorë kur ata hoqën dorë? Unë nuk heq dorë nga kauza që kam, sepse Kërkesën kauza nga ime ka të bëj Alibej që çoi kërkesën. E di. Ka hequr dorë. Po, kauza ime ka të bëj me një ofertë ndaj njerëzve. Dhe pastaj janë njerëzit që do vendosin, se unë s'kam, nuk jam, ja të flas dhe unë dhe pastaj që mos bëjmë kakofoni. Pra, kauza ime ka të bëjë me njerëzit, detyra ime është të jap një ofertë. Dhe koalicioni Euroatlantik me programin dhe me kandidatët vetë këtë po bën. Se do heq dorën nga kjo? Që të rri zgjedhja pas zgjedhjet, kemi zgjedhje pas zgjedhje me 11 maj, me dy palë që duan të marrin votat e qytetarëve që të nxjerrin shokët e tyre nga burgu, po jo më zotri. Votoni për numrin 4, koalicioni Euroatlantik, dhe gjëja parë që do merrni, se ne kemi një program të plot, po kur nuk na lejuan ta shpalosim, gjëja parë është vetëm forcë politike që me vepra, jo me fjalë, është dhe do të jetë edhe më fuqishëm në mbështetje të SPAK-ut, që të shkojë deri në fund punës që ka nisur, e të mbush plot qelitë 313-ës, dursit dhe firit me politikanë të korruptuar. Dakor, por logo e PD-s për çfarë duhet? Antarësia iku andej. E kemi trajtuar. Kryesia iku andej, ju vazhdoni betejën ligjore. Aktualitetit elektoral. Jo, po ti e folën në Jo, thatë vetë tani prandaj me qenë është gjykat. Ky po të thotë deri në fund. Me qenë përmendur. Po i shërben demokratëve që Mund të ishit juve te lista e koalicionit Euroatlantik do ishte Ruzim Basha sot. Dhe të votuesi mund ndikonte emri juaj. S'ka më, nuk e bëj këtë betejë për emrin tim dhe për karrierën time. Ju keni bërë të sakrificë kaq të madhe. Sepse po kërkoni një logo që ku antarësia është andej, kryesia andej dhe logo andej, ju thonë logo është imi. Jo, ma andej është Ilir Meta dhe Elvis Roshi. Antarësia Partisë Demokratike çdo ditë më shumë vetëdijsohet se kush u nis për interesa personale, kush është nis për interesat e tyre. Nëse kjo është tjetër çështje. Kjo pra është çështje. Kjo është çështje. Tani, zoti Basha, pyetja ime që dua një përgjigje kështu, jo politikani, por edhe politikani, por më të qartë se çfarë do të thotë Euroatlantik? Euroatlantik do të thotë që Shqipëria me të vërtetë të arrijë stacionin përfundimtar antarësimin Bashkimin Evropian, duhet në radh parë të ketë një luftë suksesshme kundër korrupsionit. Kthehemi, vërtitemi nga do që duam, na erdhi dhe Gjermani na e tha, pavarësisht se shumë media censuruar, disa nuk e dhan fare, na e tha, për sa kohë që keni këto rekorde korrupsioni, harrojeni ju se mund shkoni në Europë, as 2030-ën, as 2060-ën. Pra, me qëndrimin ton, si Euroatlantik, në radh parë ne pozicionohemi 100% në krah të strukturës posaçme antikorrupsion dhe luftës kundër korrupsionit. Jo me fjalë, por me vepra. Cilat janë veprat? Prej një viti e gjysmë në Parlamentin e Shqipërisë është propozimi me firmën time për të dhënë SPAK-ut më shumë fonde, më shumë burime njerëzore dhe infrastrukturën ligjore për të intensifikuar luftën kundër korrupsionit. Nuk e sjellin në rendin e ditës, e mbajnë të kyçun sirtar. Prej një viti e gjysmë në Parlamentin e Shqipërisë ndodhet i plot draft propozimi, projekt ligji i plot për vetingun e politikanëve, që do të thotë kontrolli përvitshëm i pasurisë të 140 deputetëve, 61 kryetarëve të bashkive, gjithë kabinetit qeveritar, presidentit e Republikës, drejtorëve të rëndësishëm, tatime, dogana, polici e tjerë me radhë, dhe i lidhjeve të tyre të papërshtatshme, njësoj si gjyqtarëve dhe prokurorëve,
kontroll i hollësishëm i pasurive të tyre, i familjarëve të tyre, i rrethit shoqëror, sepse ashtu si që ishte rasti me drejtësinë, akoma më shumë me politikën, në vend që tjetë foleja e njerëzve që i shërbejnë publikut, është kthyer në biznes fitin prurës dhe në rifugjo, në strehim nga drejtësia, dhe shqiptarët nuk e meritojnë të, shqiptarët meritojnë më shumë, meritojnë një politikë të pastër nga korrupsioni. Vetingu i politikanëve ka 1 vit e gjysmë, nuk e sjellin. E kanë shumë lehtë ta sjellin, ta votojnë kundër, po janë diabolik, janë djallëzor, se po ta votojnë kundër, zbulohen para shqiptarëve, janë kundër luftës me korrupsion. E treta, ka 1 vit e gjysmë, me që pyetje Euroatlantikët, që kam çuar në parlament amendamentin për heqjen e imunitetit parlamentarëve. Pse është Arben Ameta i sot në Zvicër? Ç'lidhje ka ai që për Ja ta themun. me Euroatlantik? Ta themun Me këtë bashkim që ka pra, sepse në Euroatlantik, në Europë, në Amerikë, ku ikin shqiptarët, ku i përzë shqiptarët e Dirama, që ka përzë 1 milion në 12 vite, ka disa parime, prandaj ecën shoqëria atje, ka barazi para ligjit, ka meritokraci. Dhe nuk mund të ketë barazi para ligjit, ta mbaroj mendimin, pastaj thuaj mendimin tënd. Në një vend ku do 2 javë ti heqësh imunitetin një deputeti që është kapur duke vjedhur, dhe për 2 javë është arratisur. Fillove atë lojën që bën ti. Ka që thjesht. Fillove lojën që bën ti. Është fol. Tani u ka 40 vjet që merrem me ju dhe me gazetarin këtu. 35 mos. Apo e ke fjalën që në kohë komunizmi. Jo, në kohë komunizmit unë shkruaj, por bëja letërsi. Dhe nuk i shkruaj keq, tregime, po. Jo për partinë, për këto, po dëgjoj. Ti ishje i vogël fare si shetë. Tani. Nuk ka rëndësi mosha e njeriu tani, mosha është ka njerëz që thonë që mosha edhe. Po tani s'ka rëndësi. Tani. Sa hapa kishe bërë? Prit. Kemi një problem të rëndësishëm. Sa hapa kishe bërë? Juve keni. O zotri. Jo, sa duash 20.000 hapa, 20.000 hapa. E pra. Tani problemi është vëlla, kështu. Do të marrin sysh, mbajnë. Shiko sa interesante është. Tani ju keni 30 vjet ikni, ka njerëz akoma këtu që marrin dhe bëjnë fotografi në Amerikë. Ti nuk ke bërë fotografi, se nuk ke ikur nga i stat, bën fotografi dhe sjell në shumicë, siç i bën një pjesë e mirë, po ti ke marrë këtë Atlantik, e ke bashkuar me euro dhe ke ardhur këtu tani, po tani gjërat kanë ndryshuar në një mënyrë shumë të çuditshme. Ka ardhur një burr në Shtetet Bashkuara të Amerikës që thotë dua Republika e 51 thotë është Kanadaja. Thotë dua Groenlandën, dua këtë thotë. Mi jep metalet e çmora, i thotë atij tjetrit, prit. Ka ky burri këtu në Amerikë. Tani me Donald Trumpin në presidencë tani ka një farë përplasje të shbave me Bashkimin Evropian. Të qartë. Qose ti s'do ta çosh, me pyetjen morti pse paragjykon përgjigje. Atëre. Edhe ai kërkon, domethënë vuri tarifa 20% pezullura për 90 ditë me Evropën. Po. Ju si Euroatlantik, si do ja bëni nëse vjen puna për të zgjedhur mes dyjave? Se doktori ka zgjedh Lacivitën dhe këtë Trumpin. Ata ka zgjedh ai. Po më ashtu thot na thot ne. Ti tani mes këtyre dyve do zgjedhsh euron apo Atlantikun? Amerikën domethënë se Atlantikun e ke futur kot. Se aty peshit ke ta thash një herë. Si? Aty peshit ke në oqean. Ashtu thua ti. Po edhe ata që i bëjnë duan kësaj qeverie, po ti duhet të dish pak më mirë. Kam shifrat këtu se çfarë mbështetje ka sot koalicioni. Po ti kisha bërë duan kësaj qeverie. Nëse. Isha rehat thani shumë, po nuk e kam bërë. Dëgjoj pak. Njerëzit nuk janë. Por nuk më komplekson me këtë se nuk kam lidhje me këtë. Më përmende para pak minutash. Njerëzit nuk janë. Një gjë që e pas kam shirë nga interneti. Ti di të gjitha pazaret e Sali Berishës me këtë qeveri dhe nuk e thënë asnjë gjë deri. Unë s'kam thënë gjë. Po hapa se kam edhe sot kam thënë 5 herë, po si media. Aty i ke në Facebook. Kë media? Në Facebook. Po media thon gjithmonë. Po pra, dakor. Asnjë gjë s'ka thënë. Se ku ti them përveç në media? Të dalë në të jim seminare. Po dinte që me që ma fshin mua atë ti nuk e dinje kush e ndërtonte atë. Të gjitha unë bashkë kanë edhe tullat. Si kam thënë 10 herë në ditë, more. Po pse s'del ti? Sot kam 10 herë. Thuash mo, ore, ti ke qenë kryetari i opozitës dhe njeri i rëndësishëm i pushtetit. Një minutë. Pushtetit Berishë. Ti duhet të dalësh dhe të thuash, zotri, ti duhet të dalësh dhe të thuash 1, 2, 3, 4. Jo të më thuash mua këtu. Okej. Po të më lesh të flas? Ti thua gjëra çuditshme. Po, Donald Trumpi tani. Do më lesh të flas. Urdhro. 1, 2, 3, 4 unë e them 5 herë në ditë. Kështu që ti, nëse do që këto të dëgjon, jepi tek emisioni jot ose thuj pronarit të japin lajme. Këtë japë. Këto më që them unë ditë për ditë që ti si dëgjon se janë Facebook. Pronarit të jep lajme çfarë duash. Do sajtin tim ta shikosh. Se kam me pronarin tënd. Po jo ti gjithmonë thua se kam me pronarin tënd, se kam me ty, se kam me këtë. Po më ke që në televizionet e pakta korrekte, po ta them tani, unë po e them në përgjithësi, po e them për. Po ndonjëherë ma fute këtu mua kur ishe para 2 vjetësh, më the mua televizioni Olsi Ramës, the për pronarin e për këto. Të kujtohet ty? Jo, s'më kujtohet. Dhe kur vajta ma treguan jashtë se unë sta dëgjova të fare. Po ta kishe dëgjuar që të stop. Hajde. Po. Tani më dëgjoj mua. Po. Problemi kryesor këtu që mos të bëjmë shumë. Trumpi tani. Problemi kryesor. Trumpi është në 100%
në detyrën që i ka caktuar koha. Ore zotëri, u prish Trumpi me Bashkimin Evropian. Ti ku do jesh? Okej. Ku do jesh Lulzim Basha? Pyetjen. Tani do të tregosh pak respekt që unë të flas edhe për Po ti po më tregon mua sa rëndësi ka Trumpi në zgjedhur po ka mënyrën për Amerikën e madrishme, këto. Hajde Ylli, le të flas. Po më thuaj, ti po fillove nga këto ti s'pushon. Dhe s'na dëgjon njeri, pa për mua vazhdo. Pushuar ti nëse do të flasim kështu. Po zotëri, unë po të kërkoj ty tani një gjë shumë thjesht. Nëse nesër përplaset Evropa me Donald Trumpin, ti me ke je zotëri? Sigurisht. Që ti je Euro-Atlantik. Bie Atlantiku apo bie Evropa? Asnjë rast. Evropi. Asnjë rast tjetër as bie për arsyeën e thjeshtë. Sepse këtë që po bën Donald Trump. Ti je me dy. Këngë me dy. E the batutën. Do dëgjosh pak tani. E qeshu shumë. Çu e them o burr? Jo. Do dëgjosh mirë. Është me natën, Jo, do dëgjoni mirë. është me natën. Hapini veshët dhe dëgjojini mirë. Këtë që po bën Trumpi sot, do ta kishte bërë Amerika që para 10 vjetësh, që para 15 vjetësh. Pse? Rreziku kryesor sot vjen nga dominanca e tregut të ri, epokës re që po jetojmë, epokë e teknologjisë informacionit, e inteligjencës artificiale, e robotikës, e makinave elektrike, nga një shtet totalitar i kontrolluar nga një parti dhe nga një sistem kuazi komunist. Problemi kryesor është që është shkallmuar çdo rregull i tregtisë globale, si ato që para 30 vitesh hapën botën ndaj tregtisë, dhe kjo kërcënon mirëqenien, sigurinë dhe të ardhmen e gjithë botës perëndimore. Kanada, Amerikë, Bashkimi Evropian, Japoni, Australi, Zelandë e Re, Filipine, Indonezi, Singapur, Indi. Ndaj, është shumë e rëndësishme rreth parë që Bashkimi Evropian të kuptojë ato që Amerika e ka kuptuar dhe Donald Trump po e vën në jetë, që ka ardhur koha të kuptojmë që nuk ka më një botë globale të ndërlidhur nga tregtia ndershme, ka një botë të parcelizuar, ku një nga lojtarët Ky filloi se ky ka qenë ministri i jashtëm. Po ndëshkon. Ky ka qenë në 20 ministri. Ka qenë në 20 ministri, filloi tani si ministri i Po jashtëm. të për Trumpin, apo Trump nuk ka zgjedhur. A do përgjigjen apo s'do Po përgjigjen? jo, unë i bëra pyetje në një konflikt. Po Zgjodhe Trumpin. Pa diskutim, Evropin jo. Trumpi i pararend me Okej. politikën e tij. Që ke me doktorin? Këtu. Se të dy keni zgjidhur Trumpin. Unë jam me veten time dhe me koalicionin Euro-Atlantik dhe me shqiptarët dhe me drejtën. Se nuk e cakton ti se me kë jam unë. Po tani dëgjoje pak të që po të them se ndoshta vlen edhe për Si pas bisedën. sa që dëgjoj unë, se Vlen edhe për unë jam i rëndësishëm për ty. Unë dhe atje dëgjojnë, Vlen janë edhe të për rëndësishëm. bisedën më tej, se mos e banalizojmë tani, më le të marrë me. Pse po e banalizojmë? Unë duke folë ti ndërpret. Pse ndërpret? Unë s'të Po do fjalim. Më thuaj 20 minuta fjalim, unë ri. jo, më Dhe zot. këta. Do fjalim. Vazhdo. Ti jap fjalim unë. Çfarë duash? Është me Trumpin pra, e tha. E Trumpin. Ajo që s'kuptoni ju është që kjo nuk është çështje me Trumpin apo kundër Trumpin. Kjo është çështje me kështu si është Po pra po. që as Evropa Trumpi, se kupton. po të dëgjoni, mos ndërprisni, do ta kuptoni. Trumpi është me ne. Trumpi do që research and development, kërkimi shkencor, zhvillimi, mos të emigrojnë drejt Kinës, që jo gjithë shka që kemi në nevojë, siç e tregoi Covidi, paracetamoli të bëhet në Kinë, që mos ketë një fabrikë që të punojë në Europë apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që për një kohë të shkurtër gjitha prodhimet vinë nga Kina e ne jemi të ndërvarur nga Kina. Trumpi do që perëndimi të vazhdojë të udhëheqë në research and development, të adoptoj teknologjinë e informacionit, të adoptoj inteligjencën artificiale, sepse po vjen një epokë e re këtu në guvën tonë, duket sikur jemi akoma në epokën e gurit. Ndërkohë bota po shkon drejt robotikës, inteligjencës artificiale, po ndryshon prodhimi bujqësor, po futet robotika aty. Po ndryshon shëndetësia, ka ndryshuar lufta, një sekondë ta mbaroj. Ka ndryshuar lufta në Ukrainë. Dhe që të ndodh kjo, dhe sulmon Rusin, që në momentin tjetër. Që të ndodh, sulmon Kinën, problema dhe se po nuk mbështet Rusin. mos u fut në strategji se aty pastaj do rrim pak më gjatë. Thelbi është perëndimi duhet të jetë në gjendje të prodhoj, të udhëheq dhe të dominoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Kanadaja, Australia, Zelanda e Re, Japonia, India, gjithë vendet demokratike, perëndimi kolektiv nëse do të ta them kështu. Dhe në këtë kuptim pa diskutim përmendën NATO, po, sekretari i përgjithshëm i NATO se ka kuptuar fare mirë. A shikoni që ndodh në Ukrainë? Mbi 70% e aksioneve luftarake kryen me dron. Pse? Sepse bota ka evoluar. Dhe 100% e dronëve i kanë ato pjesët prodhuara ku? Në Republikën Popullore të Kinës. E kuptoni ç'do thotë kjo apo jo? Kjo do thotë dominancë e një vendi jo demokratik mbi pjesën tjetër të botës. Këtë e ka kuptuar Amerika, don të rivendos leadershipin e vet ekonomik dhe politik, dhe nga kjo Europa, për të ardhur te pyetja e Yllit, vetëm përfiton. Po, leadershipi Donald Trumpit i bën mirë Europës, i bën mirë demokracisë, pa diskutim i bën mirë Shqipërisë. Okej, po.
Okej. Si financohet partia juaj? Kush i jep parat? Si që dini, koalicioni Euroatlantik u U e kemi pak pyetur javë gjithë, para se të futej po sot jeni ju, në më falni sekondë zgjedhje vetëm. dhe për këtë arsye me që e bëre pyetjen merr përgjithë. Jo, është për gjithë se Po, pra, po. të dyshimta janë të gjitha. Jo, të mijat janë dyshimta. Do të thuat Çdo se kandidat, cili jo, thotë. po më çdo kandidat është përgjegjës për financimin e fushatës së vet. Çdo kandidat është vetë. Çdo kandidat, sipas mundësive, financon fushatën e vet. Kaq. Tani, ju vetë jeni në listë të hapur. Të gjithë jemi në listë hapur. Të atë listës... Pra i kam fshirë atë listës mbyllur, i kam dhënë ndërheqje. Kemi dhe ndërheqjen. Gjithë, Skema si partitë e tjera. Pa pra, këta të roqen tani. të gjithë lista mbyllur ka dhe ndërheqjen. Por Celibashi Po nëse nuk... tu thaj që varet kjo gjë, nuk është shumë e qartë. Po, Cili Bashi në studion tim e shpjegoj që varet kjo gjithës. po varet Nëse nga të vullnetit, ligjën s'kem që bënda, po. çdo gjë varet, po këtu ka një precedent, Pra këta janë të requr. është precedenti Tom Dhe Doshit. votat i merti. Ky është precedenti Tom Doshit dhe nuk ka çfarë të varet, sepse precedenti është i konsoliduar, kush ka dhënë dorëheqjen, ka dhënë dorëheqjen, administrohet dorëheqja. Votat shkojnë të gjitha, Shkon në KQZ emri, ka pastaj rëndësi teknikalitete. Po pra, kjo Pra, po 12 Pra, po, Po, 12 Pra, zëvendësime. 12 të parë tuajt kanë dhënë dorëheqjen. po, kush i merr votat? Votat i merr koalicioni Euroatlantik. I meri ti... Jo, unë, kemi 37 kandidat në listën e hapur. Po 37 tani, emra. ti kujton se do marrë një njeri tjetër për shtej aty i pari. Po pse thua Rreth kështu? parë, aty gjithë secili do përpiqet të marrë sa më shumë vota vet. Po natyrisht. Se kush do marrë më shumë, a preti që dikush tjetër të marrë më shumë vota se unë Po në ti listën e e Lulzim Tiranës? Basha tani. Po pa diskutim, shumë i Njeriu i njerëz presin me të Njeriu që ke krijuar këtë, Okej. gjë, dhe tani ti do t'i marrësh ato vota. Pra 12 njerëzit janë dorëhequr, votat janë të ty. se Po, kupton do të bëj sistemin. ky- Ylli, se kupton sistemin, mos e Jo, unë banalizo. sistemin e Atëherë kuptova. dëgjoj pak. Unë, shiko, 10 njerëzit që janë dorëhequr nuk votohen. unë këtu janë krijuar dy sisteme tani. Një e krijoi Saliu me Edi Ramën, listat e mbyllura dhe të hapura, një e krijuat ju, listat e hapura dhe të mbyllura që të doriqen dhe të merrni ju votat. Pra, këto dy sisteme kemi. Një e krijuat ju, një e krijoi Saliu me atë. Mbarove. Mbarova. 37 kandidat në listën e Tiranës dhe 140 kandidat në listën e Shqipërisë, secili do kërkojë votën e vet. Çdo votë që hidhet në listën e hapur, ndryshe nga lista mbyllur e Edi Ramës dhe e Sali Berishës, çdo votë që hidhet në listën e hapur shkon tek rezultati total dhe ata që marrin qoftë dhe një votë më shumë janë ata që shkojnë në Kuvendin e Shqipërisë. Pra, ndryshe nga lista mbyllur që këtë do të votosh ti tek lista e Tiranës e Berishës nuk merr. Do më mbetesh brenda listës mbyllur dhe shumë sipër listës mbyllur, tek ne atë që voton më shumë, atë do të çosh në Pra, ju keni parlament. gjetur një mandat. Pra vota jon, vota për kandidatët tanë është eksaktësisht për atë që e hedh. Ndërsa ke këta të tjerët e hedh për dikë, te Rama për shembull e hedh për dikë, por në fakt shkon dikush tjetër. Shkon dikush nga kandidatët që mund të jetë, për shembull një i caktuar nga krimi organizuar se ky ta shet për shembull për një pronar bujtine, kur në fakt pronari bujtine se ka vllajën të dënuar për drogë në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Dhe ky është rast konkret. E kemi denoncuar. Kur them denoncuar, e them kemi çuar në organet përkatëse. E keni denoncuar. Po thotë që nga 37 emrat në listën e hapur, secili do marrë votat, po presupozon që ju të merrni më shumë vota se 36 të tjerët. Dhe që ju të shkoni në parlament si deputet, do duhet që 12 personat e shkruar në listën e mbyllur duhet japin njëri pas tjetri dorëheqet. Pra jepi pari, shkon KQZ, emrohet i dyti dhe kjo është kohë fizike që mund të jetë shumë e gjatë. Fikeni. Pra ju ndoshta mund të duhen 3-4 muaj që të Stop, nëse do Sa mbledh parlamenti, se s'ka çështje teknike që nuk ka vlerë, po. S'është ashtu, s'mund ta kthejnë atë në cirk. Domethënë KQZ i ka dorëheqjet. E gjitha. Nëse mos t'i futemi kësaj, se mendoj që kemi gjëra më interesante për diskutuar sonte. Me që thatë që keni një sondazh aty, Jo. sa deputet brendojnë merren në Tiranë? Ja, me që po ta them, domethënë që këta do t'i them qytetarëve se edhe sot kanë publikuar sondazhe këta trekëndçit Bermudës. E para punës, sondazhet që publikohen janë gjitha sondazhe kushtojnë lek. Një sondazh kombëtar serioz kushton minimalisht 50 deri në 70.000 euro. Një sondazh i vogël kushton 30 deri në 40.000 euro. Dikush i paguan këto lek. I paguan sepse i intereson të pikturojnë një tablo për të influencuar vendimin tuaj si votues. Keni parë sondazhet, do shikoni sondazhet deri me 11 maj, shumicën dërmuese e ka paguar trekëndçi i Bermudës për të treguar një realitet siç ju intereson atyre. Ne nuk kemi mundësi të bëjmë ato lloj sondazhesh, por ne kemi vullnetar, 20 prej tyre para dite, 20 prej tyre pas dite, që punojnë me një databazë telefonatash,
ditë për ditë dhe kryen nga 1500 deri në 2500 telefonata në ditë deri më sot, shpresoj të arrisim si numër. Dhe dua t'ju them rezultatin e këtyre telefonatave deri para pak ditësh, sepse ne i marrim në mënyrë të rregullt të dhënat. Rezultati i datës 8 prill, kur ne kemi pyetur 15.000 zgjedhës në Tiranë. 15.000 janë kapur, janë bërë 50.000 telefonata, vetëm 15.000 prej tyre janë përgjigjur. A do ta mbështesni koalicionin Euroatlantik numrin 4? 4.526 janë përgjigjur po, që janë afro 30.1%. 7.216 janë përgjigjur jo, që janë 48%, dhe 3.306 janë përgjigjur ndoshta, që do të thotë që është pjesa që është e hapur dhe është pikërisht ajo që ne po targetojmë me fushatën tonë për t'i bërë të kuptojnë se pse duhet votojnë koalicionin Euroatlantik, sepse vota për koalicionin Euroatlantik numrin 4 është e vetmja votë që shkon kundër korrupsionit dhe për familjen tuaj. Këto janë të dhëna të një qendre, call center, me vullnetar e cila bëhet në mënyrë të rregullt, rigoroze prej më shumë se 2 javësh tani, po futet në javën e tretë. Dhe tregon se çfarë distancë ka. Pyetja është i bonus. Nga sondazh, si? Se keni pyetur për këtë do votoni, ju keni thënë do votoni partinë tonë. Analiza mund bëjmë sa dush, këto janë numrat dhe ne një pjesë të mirë të këtyre njerëzve i njohim me emër dhe mbiemër sepse është punë në vite e strukturave tona. Unë dhe Antoni kemi qenë disa herë te njëri prej sondazheve që e bën Euronews i Barometrin. Dhe më duhet të them që ky sondazh edhe në vitet e mëparshme ka përcaktuar afërsisht rezultatin e saktë zgjedhor. Pra dhe në 2021 dhe në 2023, ndoshta edhe më parë, po këto dy të fundit kam të sigurt. Ndërkohë, në 2021 ju vetë, kur keni qenë në krye të Partisë Demokratike, keni bërë një sondazh, rezultatet e cilit tregonin diferencë të madhe mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste atëherë në qeveri, dhe doli komplet e kundërta. Kështu që kjo prova e telefonatave nga një call center që do jepnin 30% për partinë Koalicioni Euroatlantik, nuk besoj se ka bazë. Ai është një sondazh i bërë me të gjithë rregullat që kërkon një sondazh dhe po të them kanë nxjerrë rezultate të sakta. Dhe ai sondazhi thotë që partia e zotit Endri Hasa mund të marrë nga 0 deri 1% të votave në të gjithë Shqipërinë. Okej. Dhe ne këtë kemi mundësinë ta verifikojmë në 11 maj. Shumë mirë. Tani po të them që në radh parë, këto janë sondazhe të paguara. Dikush i paguan. Fatura është nga 30 deri në 70.000 euro. Le të mbaroj se unë dëgjova me kujdes. Dëgjova me kujdes dhe unë do bëj kundër argumentin tim, dhe unë nuk të ndërpreva. Unë të alash thoja anën tënde. Tani do të them kundër argumentin tim që besoj për ata që do më dëgjojnë, do ta kuptojnë fare mirë. I paguajnë sepse kanë interes t'i paguajnë. Interesi i Edi Ramës kryesisht, po edhe 2 brinjve tjera të këndshit Bermudës është tregoj që vetëm këta janë fush. Dhe për këtë arsye, ata kanë bërë, më le të mbaroj, unë nuk të ndërpreva. Pra, janë të paguar për t'i futur njerëzit edhe më shumë depresion që në këto zgjedhje, sepse strategjia e Ramës është e qartë. Ore e ka ndërtuar Sali Berishën siç donte vetë. E ka marrë, e ka nxjerrë në krye të Partisë Demokratike, i ka dhënë vulën se doli skandali dhe s'po flasim këtu. Doli Ferdinand Xhaferi, tha na erdhi mesazhi. Në fakt spaku me Sadiun ka filluar hetimin për këtë. Na erdhi mesazhi që mos e sulmoni drejtësinë sepse e kemi mbyllur do marrin vulën. Pra, e bëri siç deshi vet, e ka ndërtuar Sali Berishën siç donte vet. Më vjen keq. Se Sali Berisha është në mosh, ka hallin e vet, më le të mbaroj sepse ndërprerja nuk është argument. Më le të mbaroj. Është në mosh, po shënoj siç i shënoj unë kur flisni ju. Është në mosh, ka hallin e vet, por e mori Edi Rama, se Edi Rama si duhet ai, sepse ashtu siç është sa herë që ka përballë e palos dhe e përdor si alibi, thot midis me dhe Berishës, sigurisht që mua do më zgjidhni. Pra kjo, gjitha këto e tjerat janë budalliqe me lopat. I idhni ditë për ditë në ekrane ju. Jo si u hap fushata, si u mbyll fushata, jo erdhi lasivita, jo shkresa. Edi Rama e ka ndërtuar strategjinë e 2025-s. Do nxjerrë Sali Berishën nga varri politik, do i shkuan plurin, do ta vënë krye të Partisë Demokratike, do t'i jap vulën dhe pastaj do ta mund. Kjo s'kishte për të ndodhur. Po t'isha unë krye të Partisë Demokratike. Sepse për t'u kthyer një sekond, për t'u kthyer tek ajo që the, ndryshe nga ajo që the, rreth parë është e provuar katërciprisht. Tani zgjedhjet e 2021-shit. O i humba unë se ishin të lirat ndershme, o u vodhen. Jo, nuk i mbrojten. Pra, një sekond, më le me këto nuk i mbrojten, më le të baroj, një sekond.
Se e kupton, jeni të trajnuar në diçka që nuk ju çon mas një vend. O u vodhën, Trenuar neo. ose po më dëgjoj pak. O u vodhën, E drama. ose me çati mbroja. Me çati mbroja, pra u mbrojtën me çdo kusht dhe me çdo mundësi. Ishte gjithë popullin Po opozitar. lere më populli, po lere mentalitetin revolucionar tip. Dëgjoj më këtu. E kishim gjithë strukturat në aty, po ka një sistem të vjedhjes së votës që sot është zbuluar nga struktura e posaçme antikorrupsion. Më le të mbaroj që ka kap Jurgi Shqyrben me votat e bandave Durrësit që kanë bërë Edi Ramën deputet dhe kryeministër. Dhe ne s'flasim për këtë, i vetmi që flas për këtë jam unë. Edhe Sali Berisha që bën si kundërshtari historik i Edi Ramës, këtë nuk e thot. Nuk e zën emrin e Jurgis Shqyrbes në gojë. E keni pyet ndonjëherë pse se zën emrin e Jurgis Shqyrbes në gojë? Prandaj, po ju a them edhe një herë. Zgjedhjet e 2021-shit, o ishin të drejta dhe të lira të ndershme dhe i humba unë, o ishin të vjedhura dhe nëse ishin të vjedhura, unë jam vjedhur. I humbe që kur lek. Ju jeni vjedhur, tani. Prandaj, për ta mbyllur këtë, për ta mbyllur. Po jo më se nuk është kjo punë për fol as ti as unë e shtroj në mënyrë delikate për muhabet, po këtë e ka vulosur drejtësia, se vendos do t'i as ti, as ky, as unë. Drejtësia thot, Jurgi Shqyrbja, me bandat e Durrësit, kanë vjedhur vota, kanë bërë Edi Ramën kryeministër. Okej. Ta që thjesht është. Tani zoti Basha, ju keni nisur Po ta prit se ne kur flasim për diçka dhe ngrëm disa teza mbështetur mbi fakte që nuk ekzistojnë, ne duhet t'i ballafaqojmë. patjetër. Për shembull, kur flasim që s'let zoti Berisha ose ne mediat për Jurgis Shqyrben. Jurgis Shqyrben ne mediat e bën edhe Në fakt, Berisha për ditë pret. Dhe kur flasim që Rama do Berishën se Berishën e mund. Pra, betejë bëhet mes Ramës dhe Berishës pra. Jo, po jo. Dhe ju keni dalë Jo. në mbështetje të Ramës, Jo. në rast. Se çu i bie? Jo, e kundërta. Sepse ju, në qoftë se ka një betejë mes Ramës dhe Berishës. E kundërta. Siç thotë juve që ai ka zgjedhur Berishën për të bërë betejë. Po pra, po jo për të bërë betejë. Për ta mundur. Për të bërë sikur bën Atëre, juve për çfarë jeni këtu? Lekaj. Për ndihmuar Ramën? Ja ta them unë sepse Ramën e ndihmon Berisha mjaftueshëm. Po juve Ja, për ja, çfarë? a e bërë pyetjen? Po. Rama me Berishën janë bashkë. Nuk ka pse ta ndihmoj unë Ramën, edhe po doja, jo që unë nuk dua ta ndihmoj, po dua ta çoj te shokët, te 77-313, dua ta çoj Ramën. Aty me spakun. Kurse Rama do votën që t'i nxjerrë shokët. Berisha do votën që t'i nxjerrë Ilirin, ka marrë dhe Visroshin, një sekond. Po. Raman dhe Berishën nuk i kanë bërë unë bashkë, i kanë bërë bashkë kullat. I ka bërë bashkë Mali Tiranës. Një sekond më, do t'i themu këto gjëra, unë flas me emra. I ka bërë bashkë largimi, lirimi të korruptuarve. Kush i liroi të korruptuarit? Fal. Sali Berisha i çoi votat Edi Ramës për të liruar të korruptuarit. S'kishte vota Edi Rama. Kush i mbylli listat? Sali Berisha me Edi Ramën. Kush premtoi komision hetimor për charterin Edi Ramës dhe nuk e bëri. Kush premtoi komision hetimor për McGonigal dhe nuk e bëri. Kush votoi kundër komisionit hetimor për incineratorët? Sali Berisha. Këto janë fakte bardh e zi. Të interpretueshme. Bardh e zi. Asnjë nga këto fakte nuk qëndron Prandaj, vete. që mos merremi me Ose Sali Berishën, interpretove- se nuk kemi na Leverdi, s'ka ne Leverdi publikut merret me Sali Berishën. Ne po flasim- Sali Berishën e ka nxjerrë aty Edi Rama. flasim për rolin bërë tuaj. sikur ka betejë, Roli të juaj thash, këtu. sikur ka betejë. Ja, roli im është ky. Ai e ka nxjerrë Roli Sali juaj, Berishën. flasim për Sali Berishën. Ai e ka nxjerrë Sali Berishën Sali për Berisha të bërë është çështje. sikur ka betejë. Ju e përfshit Në Sali fakt Berishën. nuk ka betejë. Kanë dhe kandidat për bashkët. përfshit Sali Kanë Berishën. dhe kandidat për bashkët. E vetmja betejë që ka sot Shqipëria është ju mund o të me Edi përfshit Ramën, unë. o me familjen tënde, Ju mund o të me Edi përfshit Ramën, unë. o me Shqipërinë, o me Edi Ramën, o me fëmijët e tu, Ju mund o me të Edi Ramën dhe me përfshit shokët e unë. ti, Po mirë e do ishte 77-313, o me të ardhmen tënde, dhe ne qëndrojmë që Mirë do ishte që 77-313 kuptosh. të mbushet edhe më plot. Mirë vazhdo Ne recitop. qëndrojmë që Edi Rama të vazhdojë O, do të bëjë shokët recitosh, e shoqët o, do- atje, do flas. dhe për këtë vota për ne është e vetmja votë Mirë, në mbaruan luftën kundër recitop. korrupsionit. Po. Atë e kanë nxjerrë për të bërë sikur bën betejë. Ka që thjesht. Ju frifusin Saliu në mes. Si? Ne folëm për ju futën Saliu në mes, sepse ju e dini jeni koshë. Ça bëm re? Se s'po kuptoj. Ne po flisim për partinë tuaj, jo për Qa po flet Saliu. për partinë time? Ju e futën Saliu, ti e futën Saliu në mes. S'to kuptoj. Ne po flisim për ballja Rama Basha, nuk po flisim Rama Berisha dhe pastaj Basha. Dakor. Se Ju e futa futën Bashën në mes, futet, sepse ju e dini vërtet që nuk keni ju kundërshtari Berishës, i Ramës, është Berisha. Pra, dhe duke e ditur këtë, O Enton, unë di një gjë, Enton. Unë di një gjë. E fusim, mos e fut Saliun. Rama të ka Enton. zgjedhur ty, nuk ka zgjedhur Saliun. Enton. Rama ka Edi zgjedhur të Rama- bëjë shkëmbim debatin me ty. Edi Rama në ka rrjetet sociale. zgjedhur Sali Berishën, i ka dhënë vulën, Po të ka ka zgjedhur bërë gjithçka për të përçarë opozitën. Dëgjom, mos Se nuk përtit. zgjedh Adriatik Llapë, për përtit. shembull që del në ato Po, sondazhe të po, Atela 8%, po zgjedh ty që del në sondazhin 1% për shembull. Po,
Le Berisha, mos më Se sa dal unë, do ta shohësh me 11 maj. Sondazhet i ka bler Trekëndçi Bermudës që dekurajoi qytetarët. Kaq. Tani dëgjoj mua. Edi Rama, po s'du të flas për tjerët, s'më intereson të flas. Interesi është interesi. Do flet për tjerë, Edi Ramën, për Edi Ramën po flisje, s'pëlqen ty. Ty s'pëlqen. Unë po flas s'kam as me nga fillimi deri në Ramën as me ty. Problemi kryesor i vendit është Edi Rama. Dhe ju thash. Po, lufton Ramën. Pjesë e strategjisë po. I vetmi që po lufton Ramën jam unë. Të tjerët janë pazar me të. Po pra. Janë faktin të. Jo, po se s'pëlqen ty. I bëjnë der Se vetëm s'pëlqen ty, unë po t'i numroj edhe një herë. Ua. Dhe për qytetarët që e din, kullat i kanë bashk. Votat i bashkuan për t'i liruar të korruptuarit. Listat i mbyllën bashk. Bashk i bëjnë pazarët, edhe kandidatë listat e tyre kanë të përbashkëta. Që nga kandidatët që ka caktuar Benet Beci në Shkodër e deri tek kandidatët e Elvis Roshit në Tiranë. Kaq. Ose këto janë fakte. Këto janë fakte, tim thua janë. Këto janë fakte. Është fakt. Thuaj fakt. Elvis Roshi është listën e Sali Berishës. Është fakt. S'është kushëri. Po, është kushëriri, ë? Është Është kushëriri Elvisit, ë? Kushëriri. Nuk është Elvisi që del me fletushkat e Saliut në kavaj. Po është në Po lëre më këto mos u bë qesharak. Mos u bë qesharak. Elvis Roshi është në fushat me Sali Berishën. Dhe vetja pyetje që kam unë është si e kanë Elvis Roshin? Paradite e ka doktori, ndarke e ka Rama, apo e ka një ditë doktori, një ditë Rama? Kjo është pyetja. Në fushat. Kjo është pyetja. Tani një sekondë. Kjo është pyetja. Pyetja është si i kanë dash shokët. Ai po them. Kaq pra. Ua për marrje të Tiranës. Edi Rama ka një strategji të bëj sikur bën betej me Sali Berishën në mënyrë që të i thotë shqiptarëve i bëm dhe këto zgjedhje. Dhe i kanë ngecur në fyt koalicioni Euroatlantik. Për marrjen e Tiranës. Na i thuaj pak emra që të bindemi dhe ne. Ja gazetarët i shko shifin emrat. Na i thuaj mua si gazetar nuk më del. Juve që ju del, thuaj emra. Bëj researchin, bëj tamam researchin, bëj të pandikuar se do të dalë edhe ty. Jo, s'më del fare. Mirë ti tani përderi se thuaj. Marrja e Tiranës e kemi çuar në spak. Nëse ju jeni lloj tjetër politikan. Juve flisni me fakte, nuk. Ja, ta them unë fakte. Me komente. Ti ke një media ti? Po. Merre botoje kallëzimin ton spak për marrjen e Tiranës. Po. Okej, i ke emrat aty. Ku ta gjej? Është publikuar, e kanë publikuar gjithë mediat. Kanë publikuar. Po gjeje, publikuar. Nëse është publikuar, ka publikuar, por faktet na duhen, kur flisim për një kur bëri keni një faktet pra, faktet është që ne kemi çuar në spak, çfarë do më shumë. Fakti që në marrjen e Tiranës është ky biznes. Fakti është brenda, ne kemi çuar në spak. I lidhur me Berishën dhe i lidhur me Ramën, atëherë ne bindem. Faktin e kemi çuar në spak. Ne sot jemi këtu. Tani. Rama dhe ju. Trekëndçi Bermudës, problemi kryesor e ka me Lulzim Bashën dhe koalicionin Euroatlantik për një arsye të thjeshtë. Edi Rama, vota për Edi Ramën me 11 maj është vot për nxjerr shokët e tij nga 77-313. Po. Kaq. Vota për koalicionin Euroatlantik është vot për ta mbushur 77-313 edhe me ata shokë shoqe që i kanë futur duart pas shqiptarëve. Kaq e thjeshtë. Unë do të Ramën vetë apo? Kaq e thjeshtë është. Ndryshe nga që njohim natyrën e Zotit Basha, ju keni shumë disa kohë që keni filluar fushatën duke bërë gallatë me Edi Ramën. Ja le të ndjekemi sinkron dhe të flasim diçka për këtë. Po shqyqyrë më prezentove unik katipe. O lull, po Jusenin, e keni ju Jusenin? Teksti Ronz, po ka i pasazh të bukur. Një gjoj që. E djetë kongën e unik katipit? Ku të kanë me të shokët? Ku i ke më ramë shokët? Sa bëjnë 77 më ramë? 313, aty ku ke shokët? Po si thanë, diq lulli, edhe mund se besova. Se e di që ti je i pavdekshëm. Ku i ke shokët Rame? Qak mishe ka vesh Lalieri? Olir Beqa? Do të mbeni ka shpëtu për momentin, e? Forca Demokratët Euroatlantik. Erdhi dita. Rama i... O Rame, si pas ke thonë sot, e kom zemër lullin. E thash mër lull, thash ndjes, kërkoj falje se e di që ti nuk do ta marri vesh Mileti këtë dashurin tonë, po që të bëj, më foli zemra, po plaste. Sa zemër më ke ti më Rame mori vesh gjithë bota, kur korruptove me Gonigal, me mbo gropën, por e vetë mrena. Po unë gjithmonë kam ra mrenë më burë. Sa herë jam marrë me ty, grop në grop, dërmim më fare, po nuk vej men. Së të dahet zemra nga bufi ty, o Rame.
se vetëm ai të man pushtet, ai t'i dha votat për të liruar të korruptumit. Jo, atë buf se kam dash kur. Kur se kam dash dhe ti e di shumë mirë, nuk kuptoj qa po flet. Se ti edhe sot ke frikë t'ja përmenesh emrin, më lurt. Vje vërdall, si reja e nën shpinës në për patallona, orame! A manë mërë burë, nëzira t'ja ta ganë. Vjen keq, por këto janë montazhet e Edi Ramës. Mesazhet e mia politike ishin fshirë. Po s'ka problem se njerëzit i kanë bërë. Fal zotit ka media sociale, Qëllimi- sepse Një minutë. ndryshe Minuta unë se vetëm t'jap- të gjellën e Edi Ramës. Ta si të mbaroj të japuni përgjigje. Qëllimi Tani, ka qenë qëllimi që është- në Ramës. Jo, Dikush këtu, Qëllimi është për treguar, Dikush- për treguar që këto mesazhe nuk janë gallat. Dgjoj tani. Për shembull, ai thotë, një sekond, Zoti Bash, ai thotë. a e the tani? Serena policie A e the o zotri? e ka marrë përgjigje. Po prit më tani. Pse s'është përgjigje? Prit më. Po prit më, ti do ta bësh ti montazhin këtu. S'ka problem, jo vazhdo. Të thresë tjetër radio bëre ti. Jo, mos e bën Rama. Montazh redaktori, O doktor, kishte dalë edhe e bën redaktori. Doktor, Redaktori më të madhe. e bën Nedo, që do ta takosh. Po mirë, ne do mund Dhe të pak më i shikosh- paanshëm dhe t'japi të paktën edhe mesazhet e mia politike, po s'ka. Tani një minutë pra, një minutë. Ec, se s'është Japuni parë. përgjigje pra. As e para. A do më lejosh për një përgjigje? Po. Tani dikush është i lidh me Ramën këtu dhe i bën të gjitha në favor të Ramës. mirë, Je ti i pari, Saliu, Po. të gjithë Po. opozita shqiptare, është e lidh me Ramën, veçanërisht ti. Po. Kjo se do opinionin tim. Po. Veçanërisht ti je shumë i lidhur. Dhe më shpjegon pse i bën ti këto, pse del aty. A mund të më shpjegosh? Pse dalun aty? Po, me Ramën. Po i kërkon ndihmë Ramës Ja, them unë pse që të dalin. bëhesh i njohur, të mbetesh, Jo, jo. vazhdosh të mbetesh. Jo. Se s'ke ku mbetesh. Jo. Dole në një dhomë aty me disa njerëz të dielën kaq. Tani. Dole në një dhomë, Rama dole një pikë të madh, Berisha dole një pikë të madh. Ti pse i bën këto? A mund të shpjegosh shqiptarëve Ja, ta them. pse i bën këto? Ta them. Urdhro. Ta them. Urdhro. Unë e bëj këtë që me datën 11 maj shqiptarët mos të mbeten në zgjedhjen pas zgjedhje o Rama o Berisha, që janë dy anë të të njëjtës monedhë. Unë i bëj këto për t'i thënë shqiptarëve se detyrimin ndaj tyre e kam që ka një rrugë tjetër. Një rrugë ku votën po ta hedhësh për Ramën, nxjerr shokët e tij nga burgu, po ta hedhësh për Berishën, nxjerr shokët e tij nga burgu. Hidhe për koalicionin Euroatlantik, numrin 4 dhe shokët që i kanë mbetur jashtë burgut dhe shoqet që i kanë mbetur jashtë burgut dhe vetë Edi Rama do marrin rrugën e 7-313-ës. Si? Sepse ne jemi vetëm informacion politik që e mbështesim spakun me vepra, jo me fjalë, me projekt ligje, me vetimun për politikanët. Rama ka 12 vjet që ju vjedh, ju mashtron, ju gënjen. Korrupsioni ka arritur majën që nga shpallja Shqipërisë shteti pavarur. Çfarë mendoni ju që do ndodhi edhe 4 vjet tjera? Do ketë më shumë korrupsion, më shumë varfëri, më shumë largim të shqiptarëve nga vendi. Çfarë do të ndodhi tjetër? Çfarë ka ndodhur kur ka ardhur në 2013? Premtoi ndryshim ç'a bëri? Solli trafikant, përdhunus, kriminal që i hoqë me ligjit. Dhe ti këtu e shkatron. E shkatrove Ramën me këto që i bën ti. 2017. Ti e godete. Solli Ilir Beqen që i vodhi. Po pse si thua Solli këto? paratë shëndetësisë. 2021 solli inceneratorët. Ku i ka këta shok? Një pjesë. Dhe kjo është mënyra që ke gjetur. Për shkak të strukturës posaçme antikorrupsion. Mbajeni mend. Edi Rama dhe Trekëndçi Bermudës i bashkon lufta kundër spakut. Janë hallexhit spakut, kanë frikë nga spaku, kanë frikë nga korrupsioni tyre. Votoni koalicionin Euroatlantik, numri 4, është e vetmja votë pro spakut, kundër korrupsionit dhe për familjen tuaj. Vota për Edi Ramën është vot për shokët e tij, 813 për t'i nxjerrë nga burgu. Vota për Sali Berishën është vot për Ilin Metën për t'a nxjerrë nga burgu. Atje te lista janë 7 partitë të tjera që janë në mbështetje të spakut. Haptas. Po ju nuk bët asnjë përpjekje minimale për të bashkuar me këto të 7 dhe për të krijuar një grup, një pol, një faktor politik. Asnjë përpjekje. Madje dhe partinë tjetër që është krijuar. Po ku e ditë? Sepse zoti Shehi që ishte këtu prezent para ca ditësh e tha që nuk u bashkua me ne. Edhe ata janë në të njëjtën pikpamje, mbështesin spakun, nuk duan zotin Berisha në krye të Partisë Demokratike, dakor, kërkojnë një pol tjetër të djathtës kundër qeverisë dhe ju flisni sot ende sikur jeni kryetari i Partisë Demokratike i 2021-shit, ndërkohë që mezi keni mbledhur 140 emra në listën për deputet. Okej. Këto janë konstatime, po unë po të kthej përgjigje. Në fakt listën e kandidatëve për deputet kemi pas plot 365 emra dhe kemi seleksionuar 140. 1. Kështu që flet për ato të tjerë, ti s'flet për mua. 2.
kam bërë çdo përpjekje për 1 vit e gjys për të mbledhur të gjithë, jo vetëm zotin Shej, po të gjithë, edhe zotin Lapaj, edhe zotin Shabani, madje disa prej tyre kanë rënë dakord, pastaj kanë përgënjeshtruar veten e tyre publikisht. Këto janë fakte publike që me një vëzhgim të holl i kupton dhe nuk ke nevojë të thuash të pavërteta. Fakti është që është bërë një investim shumë i madh që koalicioni Euroatlantik, parimet për cilat ne qëndrojmë, që se kemi vetëm fjalë, se këtu është diferenca dhe me tjerët, i kemi vepra, mos të ekzistojë se ne na e kanë frikën. Kundër nesh, kundër me kanë mobilizuar para për të blerë kreun e FBI-s në New York ata. McGonigal është në burg sot për skandalin raport me... një sekond. Po jo, vazhdon, sepse siç e tham, këta, sado që bëjnë sikur shahen e zihen me njëri tjetrin, i bashkon frika kundër spakut. Ndërsa i vetmi që ju aprish këtë lojë është koalicioni Euroatlantik. Si? Kush është bashkë? Trekon që Bermudës mos e Po mirë, ne po flasim për këta 7 tjerët. 7 tjerët, sigurisht, unë do të kisha preferuar që të kishim dalë me një listë vetme. Kam bërë gjithçka. Çfarë bëre për na thuaj? Kam bërë gjithçka. Ku ngeci, ku çaloj? Nuk të doni. Çaloj, kam përshtypjen tek egot personale. Unë kam vënë dispozicion, unë ndërsa u tërhoqa dhe nga drejtimi i koalicionit Euroatlantik nuk kisha ego për të bërë vendosje. E the për arsye tjetër të rreqën, nuk e the. Po, për të arsye. E the për vulë partisë. Po, pa diskutim. Po kjo është një arsye mjaftueshme për të lënë drejtim kolegjal dhe kjo është diçka e diskutuar. Madje edhe rënë dakord parimisht, pastaj janë tërhequr. Po kjo është çështje e mbyllur. Sot kjo është çështje e mbyllur. Keq është, por mirë është që koalicioni Euroatlantik është me të 140 kandidatë për e vërtetë në gjithë vendin, me programin ton, me zotimet tona, dhe kësaj Edi Rama nuk ka çfarë t'i bëjë. Dhe në fund të ditës, në atë shumëzimin 7-7, çfarë do bëj ky koalicioni Euroatlantik? Do heqë disa vota. Ky koalicioni Euroatlantik praktikisht shkojnë në krahët e Edi Ramës. Ky koalicioni votat në krahët e Edi Ramës. Ky ka drejt të bëj çfarë do. Patjetër, po them. Ne s'mund të themi ti tani mbyllë këtë që ke bërë. Jo, shumë e thjeshtë kjo. Dëgjoj pak kolegun tënd. Shumë e thjeshtë. Këtu nuk të themi dot, O do shkosh me Edi Ramën dhe shokët e tij e të votosh për ta, ti nxjerrësh shokët nga burgu, apo me të tjerë që kanë të njëjtën agjendë, të nxjerrin shokët e tyre nga burgu dhe këta të dy bashkohen se që nxjerrin shokët nga burgu duhet i binë spakut, o do votosh koalicionin Euroatlantik për të mbështetur spakun dhe për të mbështetur familjen tënde, fëmijët e tu dhe një Shqipëri pa ndëshkueshmëri. Kaq e thjeshtë është. Ne jemi e vetmja alternativë ku voton dhe do kesh të nesërmen ligjin për spakun, do kesh mbështetje financiare, do kesh më shumë fonde, sepse synimi ynë, ndryshe nga ata që duan të zbrazin 313-ën, se e kanë treguar, i bashkuan votat më randi, është fakt që Edi Rama i kërkoi votat e Sali Berishës, Sali Berisha ja dha për të liruar 111 korruptuar të dënuar nga spaku, është fakt, një sekond. Ky është fakt, nuk është opinion. Prandaj, i vetmi investim për ta çuar një sekond, po flas me Andi, pastaj bashkë. Një sekond, mos më ndërpre. Është fakt. Është fakt që i votuan për të liruar të korruptuarit. Pse? Këta bëjnë sikur janë kundër. Këtë korruptuar. Ta kanë 111. Kush janë nga këta 111? Eri më këto budallistë, po e ka dalë zyrtarisht e ka në raportin e Bashkimit Evropian. Po çka gazetari e ti më zot. Po i ka Bashkimi Evropian më në raport emrat. Merë lexoje. A janë 111 veta nga amnistia? Më thuaj një emër. 111 veta nga amnistia. Seriozisht jeni ju? Mere hap, zoti Tela, zoti Abilekaj, po ju a them publikisht para shqiptarve, merrni lexoni raport progresit e Bashkimit Evropian dhe e keme fakte. Merë lexoni raportin e kreut të spakut dhe e keme fakte. Me çfarë morali kërkoni mua emrin? Çfarë jam unë, sekretari juaj t'ju them emrin? Merrni gjeni emrat. Lërini këto muhabete. Fakt është, u bashkuan dhe liruan të korruptuarit. Si ju djeg juve? Si ju djeg? Atë ju themi atë shqiptarve, që këta bëhen bashkë për të liruar të korruptuarit. Dhe këta kanë synim kryesor. Votove për Edi Ramën, do të nxjerrim atë votë të korruptuarit nga 313-a. Ku e shqiptarët? Të njëjtën gjë ka edhe ky tjetri. Të njëjtën gjë ka edhe ky tjetri. Të nxjerrë Ilir Meta nga 313-a. E vetmja votë për t'i mbajtur të korruptuarit në burg. Po të shtuar radhët e politikanëve të korruptuar që shkojnë në 313 është koalicioni Euroatlantik, është numri 4. Të tjerët janë për të hequr korruptuarit nga burgu. Kjo është mundësi. Parat s'mund të jenë njëkohësisht edhe në xhepat tuaj, edhe në xhepat e shokëve të Ramës. Edhe subvencione për fermerët, edhe në xhepat e shokëve të Ramës. Edhe shëndetësi falas, edhe në xhepat e shokëve të Ramës. Sot fermerët nuk kanë subvencione, pensionistët nuk kanë pensione, taksat nuk ulen, studentët largohen nga vendi sepse parat janë në shokët e Ramës këtë 313. Parat në xhepat tuaj, vota për koalicionin. Kjo nuk është fair. Kjo nuk është fair. Që publikut dhe i shmangësh përgjigjes.
ne të pyesim, na thuaj 1 apo 2 emra nga lista me 111 që the. Dhe unë po të them përgjigja ime është kjo. Vazhdon të thua votoni Ja ta them çfarë nuk është fair. Duke bërë këtë aludim, çfarë po thua ti? Që unë duhet memorizoj emrat e të korruptuarve që janë liruar. Nga 111 emra e mban. Po pse po mund Elvis Roshi? A është fakt? Pse po mund Elvis Roshi? Përmend një emër. A është fakt që të korruptuarit janë liruar me amnistinë e shkurtit? Jo. A domethënë Bashkimi Evropian gënjen, SPAK-u gënjen dhe ti dhe Edi Rama thoni të vërtetën, ëh? Nëse ti thu shokët 7 ata janë brenda. Nëse do të përmendesh të 111 emra që s'kan lidhje me korrupsionin qeveritar, Po me çfarë kanë lidhjen? më thuaj pra emra. Çfarë korrupsioni ka përfituar pra? 111 të dënuar apo të ndjekur për korrupsion u liruan. Nëse do të merresh me policë të rrugores që janë liruar nga amnistia. Lëri është korrupsioni, vazhdo. Policë të rrugores. Ka rëndësia mesazhi. Me që i thua dhe vetës analist, mesazhi është ky. Nuk i them analist, them gazetar dhe fakti po them. SPAK-u i dënon, ne i lirojmë. Ky është mesazhi që tha. Kjo duhet të shqetësoj ty. Kjo duhet të shqetësoj. Qofse ti je për luftë kundër korrupsionit dhe jo krah të korruptuarve, ti duhet jesh i pari që të shqetësohesh që bashkohet Edi Rama me Sali Berishën për të dhënë shqiptarëve mesazhin që SPAK-u i dënon, ne i lirojmë. Nëse SPAK-u të thotë që ngarkoni me dosje. Lëreni më këto. 50.000 lekë. Trekëndshi i Bermudës ju ka futur SPAK-u të ngarkoni me dosje 50.000 lekë. Prandaj është e gjitha. Doni t'ja shisni prap sapunin për djathtë shqiptarëve. SPAK-u e ka deklaruar. Është fakt. 111 korruptuar u liruan. Ç'rëndësi kanë emrat? Rëndësi ka kjo. Mesazhi që këta kanë dhënë. Mesazhi që Edi Rama dhe Sali Berisha kanë dhënë. Ju i arrestoni, ju i dënoni, ne i lirojmë. Është spekullim. Tash janë spekullim apo janë liru? Kaq është. Tani jeni ju këtu. Këtë do të bëjnë edhe pas 11 majit. Po i lat këta të dy, këtë do të bëjnë edhe pas 11 majit, do bëjnë prapë bashkë. Edi Rama do të heq shokët nga 77-300. A do t'ikim ne Sali Berisha ka shokët e vet. Këtë punë do të bëjnë. A do t'ikim ne fletë dhe Mani publikurat? votën tuaj, ti bien SPAK-ut. Jepeni votën për koalicionin. A t'ikim ne dhe fletë ratë publikun? Ne s'do kenë shans ta bëjnë. Duhet i them Zotin Basha. 7-313 do mbushet plot. Duhet temperatura pak më poshtë, ëh? Ka, Është Zotin Basha, një temperaturë shumë e ne lartë. mund t'ikim dhe ti të publikun çfarë duash, në nuk të pasi filtër. Kaq. Po me që jemi ne për të vënë Mund ta bëni të bardhën të zezë, e zezën bardh para gjithë shqiptarëve. Dhe unë trit ju dëgjoj. Pa mund të flas, mund të dëgjosh praktikisht. Kaq. Ne jemi këtu për Kjo është e vërteta. Tani, për të bërë. Kjo është e vërteta. Flasim. Edhe ikim unë, se tjere s'ka problem fare, se kam me rakun. Nuk kam, kur t'jetë Berisha, se të Zoti Rakimi ka ftuar të Berisha. Ai nëse e di unë se si rrini para tyre ju. Para tyre ne nuk rrim, asnjëherë. Tani, Fakte kanë treguar që nuk ori ti orim ne para tyre. Jo, unë kam. Fakte kanë treguar që nuk Para Berishës ti ke ndënjur para Berishës. Fakte kanë treguar që nuk Unë nuk kam parë, Unë kam folur me vendime. E lëm të bisedojmë. unë nuk kam parë njeri të Kur tirada ri tyre. para Berishës si ke ndënjur ti. E vërteta është kjo. Para Ramës tani e ke të re, nuk e dim mirë. Nëse do flasim ne. Tani Janë Ose liruar, kompleksoni, vazhdoni me ne të kompleksojmë. që janë liruar të Ore ti do korruptuar. në datën 11, minutë. Në datën 11 do shkosh ti o zotri. Me datë 11 do shkoj. Do shkosh ti për të votuar, jo ne. Por bëhet fjalë për jetën. Asi nga ne nuk votohet në Po e 11. pa të si ndeshje futbolli do ju afusin prap. Do ju afusin. Siç ju kanë fut 12 vjet, do ju afusin edhe 4 vjet tjera. S'është ndeshje futbolli kjo. Unë me këtë fanellë ti me atë fanellë. Fanella vetëm që do veshni. Me 11 maj do të jetë fanella e vetes tuaj, e familjes tuaj, e fëmijëve tuaj, fanella e Shqipërisë së nesërmes. Dhe po e bëhet këtë, hapni syt, hapni veshët, vini trurin punë. Dhe mos u merrni prap prehunde nga një njeri që për 4 vitet e fundit vetëm ju ka zhvatur, ju ka mashtruar dhe ju ka dëbuar Soi si këta, si politikanë vjetër je. Dakord, dakord. Do të flasim në publikun pa asnjë filtër, pa kontroll. Tani do dëgjosh njerëz. Atë ishte për filtrat tuaj. E di se pse vazhdon Edi Rama, e di pse vazhdon Edi Rama. Prandaj jemi këtu për shkak të filtrave tuaj. Po ti aty prandaj për filtrat tani, se vajte dështove në Partinë Demokratike. E di pse të tham, o zotri, mënyra më e mirë për të ndjekësh filtrat tani se dështove. E përndryshe trekëndçi Bermudës Ti ishe mos ishin filtrat ju tanë. jep sapuni për djathtë. Do ishin në koalicion me Ramën sot mos ishin po e filtrat. di pse vazhdon Ramën ke Sali Berishën. Jo, ti do ishe në koalicion të hapur. Koalicion e ke. Ai mund të jetë mos është i hapur. Listat e mbyllura bashk, korruptuarit bashk, edhe deputetët i kanë bashk. Nga Shkodra, gjerë në Vlorë. Edhe në Tiranë. Elvis Roshi tregon ti mua. Elvis Roshi. Alternativa e Sali Berishës, Elvis Roshi. A mund të bëj A ka demokrat që ta haj këtë? Voton PD, nxjerr Elvis Roshin deputet, Elir Metën. Po lëri more këto. Do e gjesa ju nga pushteti, do e gjesa, po tani të flasim pak për këtë çka ka ndodhur. 2021 deri sot juve nisët një betejë. Shkarkuat Sali Berisha. Nisa shumë betejë, jo një.
Me që ju tha ambasada amerikane, shkërkohet Serbia. Jo, s'është ashtu. Që s'është ashtu? S'është ashtu. Kush ju tha i të Jo, shkërkohet? pra, s'është ashtu. S'është njësoj sikur të them unë. A ju erë në zyrë të shkërkohet dhe thatë, erdhën dhe më kërkuan të shkërkohet? Jo, s'është ashtu. S'është Si? ashtu. Ja t'ju ja them unë se. Po. Kur zoti Berisha u shpall non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan publikisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kush ishin të? Departamenti i Shtetit. Ku e thanë? Erdhi zoti Rikër, me që s'ke kujtes, po të them zoti Rikër e tha. Po, pra. Po, pastaj tha Dhe zoti Shtetet e Escobar, Bashkuara. pra, Shtetet e Bashkuara, Departamenti i Shtetit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë dhe është zëdhënësi i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po. E di çdo fëmijë duhet ta dish dhe ti. Erdhi dhe tha, distancim i plot nga të shpallurit non grata. 1. 2. Me zotin Berisha atëherë për 3 muaj ne diskutuam për këtë situatë. Tha, na ka ardhur një situatë që ne kurrë nuk e mendonim. Po. Ne kemi mbajtur qendrim kur si dhan vizë Gramoz Ruçit që duhet hiki nga kryetari i parlamentit. Ne kemi mbajtur qendrim, kemi kërkuar veprime. Një sekond. Mos e humbtoruar. Jo, i dim to. Një sekond. Puna është i bie bashkë. Argumentat tonë. Do vlasim me gjë që e di. E ngriti pyetjen, do dëgjoj njerëzit tani. Po s'është ajo Ne pyetje. kemi thënë shqiptarëve që Tom Doshi duhet hetohet sepse është shpall non grata. Tani kjo na ka ardhur në derë. Tani agron duka se e ke... Pavarësisht se çfarë mendojmë ne, një sekond. Jo, mo të sqarojmë se deri tani e keni ngatruar. E cila nuk godet demokratët, por që na mundson një betejë të drejtë për atë që ti gjykon që është e drejta jote. Dhe kjo betejë duhet shmang për plasje direkte të Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zotimi i tij ishte po, puna e tij ishte jo, ai bëri gjithçka që Partinë Demokratike ta përdorte për të mbrojtur veten. Dhe pjesa tjetër është histori. Juve zgjodhë SBA-n kundër Sali Berishës. Jo unë. Zgjodhët qëndrimin e asaj kohe të administratës së SBA-s, jo SBA-n. Jo unë, edhe Ju pra se ju. Administratën, juve personal. Ju thatë është vendimi im personal. ajo pjesë e demokratëve që nuk e vën. Thatë është vendimi im personal. Shpinën e vet, mbi fatin e shqiptarëve, tha që ne nuk mund të përplasemi me aleatin tonë strategjik. A mund të flasim si njerëz tani? Është ajo pjesë e demokratëve që e shikon të qenë demokratë si mision ndaj shqiptarëve dhe flasim si njerëz. pasurim për veten e vet. Dhe Alish Berisha me pushtetin e Ne që dhe unë si... që sot vazhdon betejën me koalicionin e Ne që dhe unë si çdo fëmijë mund ta di këtë punë e SBA-s, mund të flasim pak si njerëz tani. Patjetër. Ju dole në shtator sa i binte dhe thatë që do preshtoj Sali Berisha është vendimi im personal. Jo, nuk thash këtë. Do e pezulloj. Asa këtë nuk. Në një fjalim, Thash që derisa me po pra do e pezulloj. Po burr tash. Po tani të lutem. Jo pas Po kemi Derisa këtë të këtë bisedë. vazhdojmë betejën. Në sekond. Një statuti i Partisë Demokratike. O zoti Basha, a mund bëjmë bisedë njerëz Derisa apo do beteja e bëjmë? tij Po. ligjore. Do e lëm të bëjmë. Nuk do të jetë Tani- antar, një sekond për ty. Nuk do të jetë antar i grupit parlamentar. Jo, ta them unë si e di unë, pastaj vlet. E mori ai dhe Ma lër ta them. Ju e e pezulluat. përçau. A mund ta bëj pyetjen apo jo? Cop. Do Ja ku jemi. pranon pyetje, nxjini ta bësh pranoj pyetje e lëm. S'ka se kamerakun fare. Pyetja është pyetja, opinioni është Ju opinion. zgjodhët Pyetje po bën. administratën e SBA-s përpara Sali Jo, nuk Berishës. zgjodha administratën SBA-s. Zgjodha Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk administratën mëse sot. Po jo, është njësoj sikur të themi. Po prit një sekond. Që ti ke ardhur Mirë, këtu zgjodhë tek Shtetet e prodhuesi i tavolinës, Bashkuara. ti ke ardhur Ylli Rakipi o zot? Zgjodhë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zgjodhë Shtetet e Bashkuara të Amerikës Tamam. për balë Sali Berishës. Sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë më ata të para 4 viteve. Ka ardhur ai që i bëri fushatën Trumpit dhe po mbështet Berishën sot. Ha, ku është pyetja? Tani jeni penduar ju që mbështetet Shtetet e Bashkuara sa atëre pyetje e bukur. dhe humbët partinë sot. Shumë pyetje e bukur. Tani. Unë zgjedh Shtetet e Bashkuara të Amerikës se ndryshe nga Kë aparatçikët është tjetër? komunistët e vjetër shqiptar, unë kurrë nuk mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një kooperativ bujqësore nivelit 3, por janë një shtet më i konsoliduar në mënyrën se si i merr vendimet. Tani dorën kooperativ bujqësor ata. Unë i kam mbështetur dhe i mbështes edhe sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është në dorën time se çfarë vendimi marrin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me zotin Berisha, në raport me zotin Rama. Fatmiri të vrasë. As nuk është në dorën time nëse ky vendim është marrë apo nuk është marrë nga një administrat apo nga një administrat Pa rëndësi kush vjen. Për mua dhe për njerëzit Dorën tënde ishte mos katrojë opozitën atë komo. Jo, për mua dhe njerëzit që mendojnë si unë, e rëndësishme është partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mbetet i pacionuar. Dhe për këtë do të kthej në vëmendje, pas më ndërpremër zotisht të dëgjova. Për këtë do të kthej në vëmendje një deklaratë të një shtetare europiane, që shumë e mbajnë si më të quoturën sot në Europë, kryeministres Giorgia Meloni, e cila 2 javë më parë, të premten e ka deklaruar dhe ishte kryetitull çdo gazetë europiane, ndoshta disave ju bënte keq në sy, thoshte Italia
nuk ka aleat më të rëndësishëm dhe nuk do të ketë kur aleat më të rëndësishëm se Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse janë një lloj. Këtë diskutim do na duhet një orë të flasim s'ka, për kjo strategji. Kur Italia, Britania, Ajo po është kështu, dhe Gjermania po kështu. Është një lloj si këta, Këto mo. vende nuk kanë hesap. Nuk as mund ta mendojnë që të kenë një aleat. Melona është si këta, mo, si Trumpi me ta mbaroj mendimin, more se pse u kap kaq Është abuziv, pra. Është abuziv. Jo më jo më se s'ka vënë njëri. Ju ne ngrieni nga spekulimet. Ne ngrieni nga spekulimet. Lëre këtë. Ngrieni nga realiteti. Unë jam një njeri që të shmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nga ato që ka bërë kur unë Edhe unë i shmoj Shtetet e Bashkuara, s'ka lidhje. Shqipëria pa varur, që të shmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nuk na lan kopshti zoologjik i komunizmit në Europë në thedyshin. Po edhe kur ka bën Shtetet e Bashkuara. Edhe kur ka bën. Shmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vërtet edhe kur ka bën. Në 98-ën dhe 99-ën ndërhyn. Edhe kur ka bën në vrastare të Miloševićit. Këto janë recitime poezita. Në 2008 edhe kur ka bën apo NATO, nuk janë recitime, janë edhe kur ka bën. Në 2008-ën njohën pavarësinë e Kosovës. Po i dim gjëra, mos i recito kot. Pra, ty të dhem që i citojon. Edhe kur ka bën. S'më dhëm fare ti din. Nga Shqipëria. Unë jam më pro-amerikan se ti. Maqedoni e Veriut ku do flas kur ka bën. Ne nuk kemi mik më të ngushtë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë thot Giorgia Meloni, këtë thot Boris Johnson. Giorgia Meloni thot tani që është Trumpi. Këtë thot çdo kryeminist evropian, ndaj Giorgia Meloni thot tani që është Trumpi se që ne do përplasim me Shtetet e Bashkuara. edhe Fatmir me ju. Për fatin personal të kujdo qoftë, shqitjani dikuj tjetër. A mua shikoni mua se u flasim bash. E dur dhe jam krenar pra. Zoti Basha, mos shikoni mua se u flasim bash, mos shiko kamerën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shqiptarët nuk janë borxh. Mos fol me ata se po pyesun. E tan krah do vazhdojmë të mbyllim dhe gjërat e tjera. Po pyesun. Dhe Kosovën NATO. Do ja them hundët Beogradit. Giorgia Meloni. Ne do të përshpejtojmë procesin e antarësimit në BE, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndryshe nga që fërkoj duart e Edi Rama, nuk janë larguar nga Spaku, janë aty e do të mbështesin Spakun për të dhënë fund Giorgia Meloni, kur ishte Biden që thoshe ajo është fashiste, nuk e donte ai shumë në Washingtonin. Dhe këto janë çështje interesash. Ne po flasim. Janë çështje interesash, po janë flasim. Këtë çështje interesash. Pro-amerikanizmi shqiptar nuk diskutohet. Po flasim, a mund gabojnë këta apo jo? Se sot ai që i bëni non-grata Sali Berishën është non-grata në Departamentin e Shtetit. Sali Berisha mori PD-n, vetëm ti je si gjysmë pa punë sot. Këtu është puna që ti e ngre nga kjo punë. Se ata bën çfarë deshën. Unë jam misionin. Dhe PD-ja u përça. Ti Ti përçave PD-n, e futën në luftë civile PD-n për në sy. Për një gabim. E përçau Sali Berisha me ndihmën e Edi Ramës. Se e them të. Vinte sot dhe të thoshte Edi Rama, s'ka alternativ tjetër. Edi Rama investoi te Sali Berisha. I fundi plurin, i vuri në dispozicion bashkit, për foltore. I fali dhe të mboshin Shkodrën, për të marrë pra pas një viti, për të marrë dhe Kutsi, dhe Tropojën. Strategjia Edi Ramës ishte e qartë. Të përçante Partinë Demokratike, të largonte mua nga Partia Demokratike dhe të bënte sikur bën PT me Sali Berishën. Sepse me Sali Berishën i kanë puçur pipa. Bashkë kanë ekonomi, bashkë kanë të korruptuarit, bashkë kanë dhe kandidatë për deputet nga Shkodra në Florë dhe Elvis Roshi që shkëlqen në Tiranë. Kjo është e vërteta dhe nuk ka njeri mos ta shohte. E fundit e bë propaganda. Përveç atyre që paguan për të mos e parë. E fundit e bë propaganda sa duhet. E fundit në ditën që larguat Berishën, ju bët një letër dhe një fjalim të gjatë, ku e vlerësuat Berishën deri në qiell, dhe thatë ky është lideri më i madh që ka pasur. Jo, thash atë. Por unë jam i detyruar të largoj se më thanë amerikanët. Unë thash të vërtetën. Po. Pra ju mendoni që Berisha është lideri më i madh i demokratëve. Jo, s'mendova atë. Po keni aty të shkuar, e lexuat me gojën tuaj. Historia e Partisë Demokratike është e lidhur ngushtë me emrin e tij dhe kjo është një goditje. Ju thatë që ai ka bërë këtë, ka bërë NATO-n, ka bërë. I keni aty të rreshtuar atë gjithë çka ka bërë. Dhe ky është lideri, por unë do ta bezulloj se më thanë amerikanët. Apo jo? Pra ju s'mendoni ashtu si amerikanët. Ju mendoni që ai ishte gabim? Jo, ti përpiqesh ta banalizosh këtë që mbarove do të përgjigjon ty. Po, ta banalizosh diçka të tillë, sepse me sa duket të detyri pas ke vënë vetes, për të arritur një konkluzion që është i rrenët. Si gjithë gënjeshtat e Trekëndshit të Bermudës dhe balta që ke rjedhur me lopatë pas lopate mbi mua në 3 vjet e gjysmë. Me pagesë, pa pagesë, balt, Rama, balt ju, balt gjithë. E vërteta është kjo. Mos aludo për këto gjëra. Unë nuk jam komunist aparatçik, sekretar partie, që të retushoj fotot. Pa diskutim, meritat ja kam njohur dhe ja njoh dhe sot Sali Berishës. S'kam asnjë kompleks. Siç kam thënë, pavarësisht prej këtyre, ajo që është dhe mbetet e shenjtë për ne është mos futemi në përplasje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani po të them ty. Ore, domethënë çfarë drasat me Lasivitan. Gjithë kjo punë Lasivita, Amerika, çfarë po bën ky tani? Ky po përpiqet t'i thotë atyre që i kanë mbetur që unë kërkoj dhe dua vulat e Amerikës.
Do me thënë, edhe për Sali Berisha s'pas ka gjë më të rëndësishme, se sa tjeti pranueshëm për Amerikanët. Po pse na çat drasën 3 vite gjysmë kur unë përpoqa të bëj Tani ju vula kërkoni. ta mbaj Partinë Demokratike, aleatët e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse beteja ishte rrem. Kur unë bëra betejë për ta mbajtur Partinë Demokratike nga Shteti Bashkuar të Amerikës, ju rreshtuat me paratë e trekëndshit Bermudës kundër meje dhe kundër demokratëve. Sot që ky bën tjetër betejë dhe thot la civita Amerika, sot duar trokisti. Kjo tregon hipokrizin tuaj. Kjo tregon që s'keni bërë asgjë Vetëm një sekond. e përçarjes Partisë Demokratike për llogaritë personale të një njeriu dhe për financimin e Edi Ramës që ka qenë përfituesi kryesor i kësaj loje. Sot kjo lojë ka mbaruar, është e qartë. Edi Rama do votën tuaj për të nxjerrë shokët nga 77-330, Berisha do votën tuaj për të bërë Elvis Roshin, Ilir Metën deputet, vetëm me votën për koalicionin Euroatlantik. Tani sa i përket pra tani sa mbaroj një të do thotë. Me votën për koalicionin Euroatlantik. Sa bo tha, vetën tuaj. Po do ndaloj atë. Sa bo tha që ne kemi marr para nga Saliu. Nuk ndalon olla. Pse u Saliu? Kujt nuk ndalon. Unë s'përmenda emra. Jo, ti Unë emra s'përmenda. A thatë ju? Jo. Si thot? Media thash, ato media thash. Ju thot, ju. Dakor. Tani, Nëse ku të këtë gjën, kur vjen puna ti thua sa duash, do të vetes tënde i bën dëm, nuk na bën dëm. Ore, vetes time. E dyta. Vetes time. E dyta. Çfarë keni pas për ta bërë? E dyta. E çka keni pas në dorë për ta bërë? E keni bërë dhe vazhdoni ta bëni. Ja ku jam. E dyta. As nuk më mposhtni dot. Duke akuzuar të tjerët dot. As nuk më fusni dot në thesin e trekëndshit të Bermudës. Vazhdoni me trekëndshit e Bermudës. Kush do vazhdoj me trekëndshit e Bermudës? Me thesin. Jemi këtu. Jemi këtu. Unë kam me njerëz, kam atje. Jemi këtu, më flet me ne. Nuk të dëgjon ti u thot atyre mos. O zotri, jam në studio. Vetëm me njerëz. Edhe në 2021 kështu me njerëzit. Nuk flisë me panelin. Zoti Basha. Shko, i thoni aty Zoti Basha, e para. Jurgis Qyrbe. Një sistem unë ty që ke marrë para. Edi Ramën e ke kandidat, e ke deputet me votat e krimit organizuar. Ty që ke marrë para dhe tenere nga Edi Rama për të bërë të që po bën sot. Ti qoftë ke një fakt vetëm për atë. Nuk ta them. Qoje në SPAK dhe unë shkoj. Nuk ta them. Shkoj. Unë mendoj që po i shërben falas. Por nuk ka gjë. Brenda ditës. Unë mendoj që po i shërben falas. Nuk ka. Jo. Por. Ju jeni shërbëtor të Edi Ramës. Ju jeni shërbëtor të shërbëtor i Ramës falas. Lopat pas lopate. Jeni përpjek varrosi Partinë Demokratike se ta akuzoj që po merr lek nga Rama. Sistemi degeneruar e kalbur deri në rrënjë, të investuar rrënjë nga Edi Rama, i cili ka përdorur dhe hallet, morën vjekeq për Sali Berishën. Kanë marrë një flak me hallin e vet dhe e kanë marrin sot e nxjerrin si kundërshtarin e Edi Ramës për të justifikuar një tjetër fitore në thonjzat e Edi Ramës, që është rënim. Gjithë emisionin. Është rënim. Gjithë emisionin kjo shqiptare, vetëm një grup njerëzish të cilët gjallojnë me rryshfetet e këtij sistemi. Jepini intereson Sali Berisha. Me 11 maj, vetëm numrin 4. Ajo që më intereson, Zoti Basha, jemi këtu. Flasim për këtë temë këtu. Vota për koalicionin Euroatlantik. Ajo që me tjerat do të lirojmë. Ajo që na intereson liruan para një viti gjysmë, siç i vënë ta thonë që jo si liruan, i liruan. E zez mbi të bardh departamenti i Shtetit, Bashkimi Evropian, i liruan. Dhe këta thonë nuk i liruan. Pse? Se duat që ju çojnë ju të votoni për ata njerëz që bashkojnë votat për korrupsionin. Morët pyetje dhe përgjigjen për atë. Tani do shkojini me votë. Koalicioni Euroatlantik nuk ka. Nuk dalin zgjedhje ne, nuk kërkojnë vota. I vetmi do ta mbushim. Mos e ngasmoni më. Jetën plot e përplot. Edhe Durrësin. Zoti Basha. Zoti Basha, juve spekulluat prap se thatë Berisha po lufton për mbështetjen e Amerikës. Për mbështetjen e Amerikës ka luftuar çdo parti në Shqipëri dhe lufton, sepse ne jemi një popull pro-amerikan. Po s'patë mbështetjen e Amerikës, u mbet dhe vota. Faleminderit që po më Por kur Amerika bën një gabim, nuk mund të ulim kokën e dhe jemi jesë Abileka, lutem. Si që ule ti dhe për çave opozitën e shkatrojë që në të pikë që është sot. Ju lutem. Agron Duka më shkruan që Zoti Basha, Robo thuaj ati se Elton Roshi është kandidati pa as Partisë Agrare të Dukës dhe do marrë vota i vetëm më shumë se gjithë kandidatët tuj. O Robo, e vëmë dhe me pas po deshët. O gon, se kena ullë kena folë bashkë, më mirë ti ishe fut vetë, burë zotni, kam respekt për ty, se datë kanë fut njerëz të Elvis Roshit, pavarësisht ai që të thoshte klani Zemunit sot bën sikur është miku jot. Ndëgjoj mua, më mirë ishe fut vetë, me shumë respekt. Qef do kisha pas, kisha ardhur në koalicionin Euroatlantik, po kur u tërhoqe, mos pranoje që logon tënde ta merrnin Elvis Roshit me shok. Kaq me që më çove mesazh, kaq po të çoj edhe unë, tjerat lidhemi. I shkëmbyet di mesazhe, më shkruani dhe këta të mitë, Zoti Basha, që Rama ka thënë dhe gjëra më të rënda, po ne nuk i futëm sa gabim bëm që si futëm.
Po mirë bëtë si futët se Rama thot... Fili dhe në gjithë bashkë ose burë se vetëm Rama, e kupton? Tu unë do t'ja bëvi, kur t'i ikësh, bëjni gati videon, kur t'i ikë Basha e Epni që ka folur barabar me Ramën. Ja, me jo barabar. Ato batutat politike të Bashës i kishit kishit lënë vetëm të Ramës. Po s'ka rëndësi. Nuk ka ne gjë të re. Jam mësuar. Është bërë lëkura si lëkura elefante. Ku ishe futur të aty? Ti ishe futur aty të loje e ti, aji atë ditë bëj. Jo, mërë jo, ashtu doni ta shisni ju. Po aji më mirë se është ditë bëj atë. Ajo që s'kuptoni ju dhe që ju doni ta shisni ashtu, është që ai nuk arrin dot t'i përgjigjet pyetjes më thjesht. Ku i ke shokët? Por ti ke qenë njëri Se tjetër. i ke shokët në burg? Kush t'i zgjodhi shokët? Or kush ta zgjodhi ty? Ai më. Sa e qorin? Ai më. Unë e zgjodha. Ti e zgjodhe. Ai më, ai. Kush ta zgjodhi Arjon Velin? Ai më. Kush ta zgjodhi? Ai më të gjithë. Kush ta zgjodhi Gjush Dak? Po e thot ai. Kush t'i zgjodhi ty ai duk? Përgjegjësia do të Se i ke shokët aty. Po ti s'ke përgjegjësi. Pra, ky është thelbi. Po me gjithë do që tregon ti. Por, me gjithë do që tregon... Ramës përpiqen ta shesin si tallavas. Ore, me gjithë do që tregon... Politike, o Rame, ku i ke shokët, pse i ke të 7-313, s'ka rëndësi, pavarësisht filtrave, njerëzit Edhe kjo duhet rregulluar, se nuk mban. Rinj, fëmijë, të vjetër e kanë mësuar 7-313, voton numrin 4, ta mbushin plot. Sa deputet do nxjerrin numër 4? Numri 4 do nxjerr aq deputet sa t'i besojnë shqiptarët me votë për ta mbush 7-313. Po nxorrit 0 deputet, çfarë bën Lulzim Basha? Lulzim Basha këtë betejë ka për t'i ofruar qytetarëve shqiptar një derë për dal nga dhoma e errët ku e ka futur Rama këto 12 vjet. Arritet e Ramës. Zoti Basha nëse me dekadën që kanë të pushtet, por me korrupsionin dhe si përgjigjesh emigracionin. Çfarë bën Lulzim Basha nëse nuk nxjerr asnjë deputet? Figen dizë. Lulzim Basha ka një vot. Nuk i nxjerr as nuk i fut Lulzim Basha deputetët. Deputetët i nxjerrni ju o qytetar, nuk është ndeshje futbolli siç thot shkolla vjetër, e keni ju në dorë. Nxjerrni deputet nga koalicioni. Shkolla vjetër është ajo që votoni numrin 4, që ti bim me sopat, ta mund. Ajo që bën propagandë shkolla vjetër. Po ja pra nuk të dëgjuan. Jo me sopat do t'i bim, por do të mbush. Ju lutem se jemi në limit. Për ta çuar punën. Zoti Basha. Vota për tjerët, nxjerrin korrupsion. Zoti Basha. Vota për ne e mbushim dhe parat o ke shok të Edi Ramës o tek ju. Si do rriten pensionet, si do vinë subvencionet, si do ulen taksat, parat o te shok Zoti Basha. o tek ju. Nëse rezultati janë mjaftueshëm për të arritur gjithë politikat tona për po do të thres unë më njëherë tjetër që të bësh spote këtu sa duash. Shepër në thirrur më pas. Ti do ore do të thres me spote. Do them Zoti Basha hajde bëj 6 spote, 7 spote, 8 spote. 313 zbrazet po votojnë për Ramën. Tani nëse rezultati i zgjedhjeve është i tillë Zoti Basha që votat tuaj përcaktojnë qeverisjen, siç mendoni që do merrni, do të pranoni koalicion me Edi Ramën ose Sali Berisha? Kurse si me Edi Ramën, dhe kushtet për një koalicion, për një bashkim votash me forca tjera politike janë 3. Asnjë korruptuar nuk mund të jetë në koalicion me ne. Por edhe ty të thonë të Po le ta mbaroj këtë tani. Po dhe për ty thoni korruptuar. Pastaj po bëj pyetje tjetër. Po mo. Askush që nuk mbështet 100% strukturën e posaçme antikorrupsion dhe jo me fjalë por duke votuar projekt ligjin që un kam çuar në parlament. Spagun. Dhe askush që nuk është 100% i linjëzuar në të njëjtën linjë me aleatët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe dhe Bashkimin Evropian. Brenda këtyre 3 kushteve sigurisht preferojmë ata partnerë që ndajnë vizionin ton, parimet tona, bindjet tona për Shqipërinë. Po nëse kam një të fundit unë, se tani gjëra që ndodhin në si në futboll është, një po se humbe tani ti dhe nuk fiton deputet. Ç'a do bësh? Me ç'punë do merresh atë? Ore, mos më qani. Prapa të që tha. Mos më qani hallin mua. Prapa të që tha pak përpara do thotë. Mos më qani hallin mua. Lufta vazhdon. Do kisha vendosur një betejë për veten time, do kisha bërë 10 gjëra që më janë ofruar të moment që flasim. Jashtë Shqipërisë, mos keni merak se nuk i zë vendin askujt. Jashtë Shqipërisë. Unë këtë betejë se kam për veten time. Unë këtë betejë kam rreth parë për detyrimin që ndjej ndaj atyre qindra mira demokratëve që investuan besim të rruga e vështirë që nisëm së bashku dhe që bashkë me ta nuk jemi këtu as për një karrike timen, as për 5 karrike deputetësh, as për 10 karrike deputetësh, as për 15 karrike deputetësh, po jemi sepse ne besojmë një kaos më të madhe se vetja jonë, se fund shpina jonë dhe kjo na diferencon edhe me Edi Ramën, edhe me të tjerët në betejë. Ne luftojmë për Shqipërinë, ne luftojmë për shqiptarët. Detyra jonë është ju japim alternativën. E kemi bërë program, ekip. Tani është ndorë shqiptarëve të vendosin. Numri 4, vazhdon mbështetja ndaj SPAK-ut, parat jo në xhepat e shokëve të Edi Ramës, po në xhepat tuaj, vota për Edi Ramën, nxjerr shokët nga burgu,
vota për Sali Berishën, e dini vetë, edhe ai nxjerr shokët e vet nga burgu. Zoti Basha, unë falenderoj shumë, ne do jemi përsëri nëse bashkë. Presoj që po. Po më patjetër. Faleminderit. Sepse unë kam një mënyrë zgjidhje time, e kupton? Përpiqem të tregoj se ç'ndodh vërtet. Ka njerëz tani për shembull po thresësh të djathtët flasin për Trumpin dhe Laçivitan. Ndërsa po thresësh këta të tjerët, të majtët, se na ikën dhe figura shpesh aty. E mos na shohin, qytetarët na shohin. Po mos i figurat ende se këtë kam unë më të rëndësishme. Po mos u Dhe mërzit. këta duket që këta kanë një qëllimisht tani ty sot. Mërzit fare. Ose e ka heqë Dirama. Dhe këta të majtët flasin për Bashkimin Evropian, këta të majtë e tjera. Tani unë mendoj që të falenderoj shumë. Falenderoj ty. Dhe suksese, sigurisht. Faleminderit për Zgjedhje. Kolegë tani ne do të presim zonjën Monika Kryemadhi pas publicitetit.